Mirëmëngjesi, Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, javë të mbar paçi të gjithë. Po çfarë bëhet? Diell inshallah. Diell, sot ishte kohë shumë e mirë. Sot ishte një kohë fundjava, na kanë edhe fundjavë, faleminderit, faleminderit. Faleminderit, se na keni nderuar në Po do kemi shin ditët në vijim. Nga e mërkura. E vendosa ta prish pak të situatën e bukur që e nisëm se. Po, do jetë shi ditët në vijim, nuk kemi se çfarë të bëjmë, por që ja që do mësohemi. Gjithsesi, prandaj pyetja bëhet si je dhe jo si ke qenë ose do t'jesh. Patjetër, ne jemi shumë mirë. Le të shijojmë këtë momentin tani që është kohë me diell. Patjetër, po neve na intereson pikërisht kjo gjëja që gjatë fundjavave koha të jetë mirë, se gjatë fundjavave kemi mundësinë për televizor. Kurse gjatë javës le të jetë shi, se prapë në punë do jemi, kështu që në rregull. Po bë fundjavë dytë ose e tretë që është diell, është kohë shumë e mirë. Një diell përvolues, Diell përvolues, trafik përvolues, sidomos në zonat bregdetare, po çfarë të bëjmë? Do përshtatemi, do mësojmë. Nuk e di, domethënë. Nuk kishe nga kaloje. Elbasani, Jo, e provova në të dyja rrugë. Kur i ka këtej normalisht për në Durrës, Tiranë, Durrës, 1 orë e 50 minuta. Bravo. Fiks. Fiks, pra. Tham, po kalojmë andej herë se mos ndoshta. Kaluam, le të themi që ishte pak më pak, por prap super trafik gjithandej. Durrësi ishte një kolaps i madh. Ka filluar që të premte në fakt se duke qenë se të hënën sot, domethënë, administrata është pushim për shkak të Pashkës ortodokse katolike që festuam dje, kështu që gëzuar edhe një herë. Gëzuar edhe një herë Pashkën për gjithë. gjithë. Duket të gjithë qytetarët e Tiranës kanë zgjedhur të shkojnë në rrethe, të shkojnë për Po, ishte një fundjavë e gjatë. Në dielin tim shumë njerëz kanë mundur që të shkojnë në Korçë, meqenëse atje ka festive masive, sepse janë të dyja, ka besimtar katolik, por që ka dhe të besimit ortodoks, sigurisht. Plus është si tradita jo ecja te bulevardi atje derisa të shkosh tek katedrale. Kështu që ishte justifikuar ky trafiku disi të fundjavës. Justifikuar ishte, por prapë mbetet për të theksuar fakti që kemi bërë rrugë alternative, kemi bërë shumë e shumë mënyra alternative për të shpëtuar këtij kaosit, por ja që të paktën hyrjet e Tiranës. Të gjithë alternativat e kanë ikur, duket si rrugë normale. A funksionon më kjo rruga e vjetër e Durrësit? Ndroqit, rruga e Ndroqit. Rruga e Ndroqit funksionon, është në rekonstruksion. Është shumë e gropa ajo, domethënë a funksionon më që kalon një. Po rekonstruktohet. Aty të vjen mend thua që wow, ku jetoj, wow, Një herë kam rënë ndej për të shmang trafikun, kishte më shumë trafik se në autostradë. Pikërisht pra se i din gjithë të rrugët alternative. Sot do të bëhet nami, pritet paktën që aksi Elbasan-Tiranë do të jetë super i bllokuar, meqense do të kthehen. Do të ketë edhe se tani për 3 ditë zgjodhën të ikin edhe jashtë Shqipërisë. Shqiptarët festojnë jashtë. Po shiko, unë jam i mendimit që është më lehtë ikësh jashtë Shqipërisë, sidomos njerë në fundjava të tilla, sepse ti ikën jashtë Shqipërisë dhe maksimumi do presësh radhën siç e pret gjithmonë në aeroport, te pasaportat e gjithandej. Po, e vërtet. Po. E vërtet, trafiku më i bukur është ai për të hipur në autobus dhe për të zbritur, ai është trafiku më fantastik. Sepse ka një seleksionim, vazhdon të ketë një seleksionim për shqiptarët. Vazhdon të ketë, pse? Çfarë seleksionimi? Për pasaportat që nuk janë? Po. Në mend ti i shikon të tjerat që ti shkalojnë, bëjnë çek. Nuk ka moment më të vështirë, më të përulur, më të indinjuar sa i momenti që thotë këta me pasaportë evropiane këtej. Po ja, do presim edhe ca vite. Do presim deri në 2030 Romina, kështu na shton të paktën. Deri në 2030. Në 2030 pastaj haleluja. Haleluja. Mos lëm muzikën tani domos, nga 2030. Jo, tani do i lësh si çeçë me një kemp apo. Domethënë ata po presin, ata i kanë bërë gati pasaportat tona. Po. Edhe në sa vetëm gjyra s'ka vendosur. Sa të futemi, se ne kemi pretendime edhe te ngjyra. Të personalizuar. Çështja e sfondit te pjesa e fletë dhe brenda. Shqipojnë aty brenda. Nuk e pranojmë ne. Pa diskutim, por që ne jemi dakord. Shiko, e rëndësishme është që ju të keni kaluar një fundjavë të bukur, goca. Po, bukur kaluam. Bukur shumë, po ju s'më thatë se çfarë bët në këtë fundjavë. Pra, u duk që kemi dalë jashtë Tiranës, kemi ndjetur në Tiranë, koha ishte shumë mirë. Ishte kohë për familjen, për breakdate. Bravo ju qoftë.
jeni shplodhur. Të dyja në të njëjtën mënyrë, keni dalë jashtë Tiranës. Po, isha që nga Berati, nga familja. Romina nuk të lejo të pyesë Shërej, po ti si kalove fundjavën. Asgjë s'bëra. E nisi... Ja, asgjë s'bëra vërtet. E nisi direkt për shë, lumë si ju, dhe që sa thot lumë si ju, djetë shumë. Po thash këtë fjalin, dihet se si vazhdon. Kështu që jemi në rregull. Gjithsesi... Po, mirë, na kene këtu. Ju kam, po. Ngushëllo. Gjithsesi, duhet thënë dhe duhet tekstuar që fituesi e zemrave tona në këtë edicion të Big Brotherit mbetet Rozana Radi. Patjetër që Rozana. Dhe jo vetëm e zemrave tona, po me sa duket e publiku të gjerë, por kështu është. Një e fiton për viralitet ose nuk e di, për një gjë të caktuar, dhe një e fiton vetëm për shkak të asaj që ka dhënë dhe ka kontribuar. Unë ditë them që për mendimin tim gjithmonë, Rozana Radi e ka mbajtur në këmbë këtë vit edicion. Qëndron. Tani, a e vutë rejuve që ata të dy fikën drita njëkohësisht pse va? Me thënë drejtën unë nuk i kam parë. Mo edhe unë e pas që qarkulloj se nuk munda do të ishte për te i. Kjo ishte diçka në fakt që krijoi shumë polemika, e gjithë njerëzit ngritën pikë pyetje për faktin që kur ngelën dytë fundit për herë të parë në këto edicione, dy veta, pra dy finalistët e fundit, Rozana dhe Gjesti, fikën dritat e shtëpisë. Ishte me konsensus të fituesit, apo thjesht i thanë që do t'i fiknin të dy? Si ishte shpallur fituesi, ishte përpara se ata të shkonin në podim final të garës. Edhe fikën dritat edhe plasën polemikat e mëdha. Zumi nuk i thanë Zumi t'i fikte dritat? Jo, Zumi jo. Zumi ka dashur fikë dhe ato shtëpisë? Se deshe. Sa bukur do ishte, t'ja realizoni dëshirën djali. Jo, po ishte Gjesti aty vërdall, prandaj edhe. Mirë, më Talinin. Se Zumi ka frikë nga Gjesti? Jo, s'ka frikë nga Gjesti, po ka frikë nga Egli, se po ju afrua Gjesti Zumi, do më thënë ka frikë nga Egli, kjo është ide. Çmendemoj. Kështu që gjithsesi, ajo polemika në fakt ishte e vërtet që u krijua tek njerëzit, sepse të jepte vetvetiva të pikpyetjen që ç'ne këtë vit dy veta, se ishte sikur fitoi konkurrenti vetëm. Po, ndoshta kanë qenë shumë afër me vota, dhe në një farë mënyrë janë të dy fitues. Që janë të dy fitues është e sigurt. Që janë të dy po, se cilin rolin e vetë është pak po e sigurt. Por unë mendoj që gjithsesi Rozana e mori çmimin e vet, e pati fitoren e saj në momentin që pati lajme të mira për ndjekjen edhe nga klinika shumë mira, për ato që ajo donte, për synimin e vet. Që kështu ajo që atëherë ka thënë që unë e fitova Big Brotherin tim, nuk u duk një atërmbetje, u pa edhe që ditën e dieshme kanë dalë, kanë festuar këtë ande, pati njerëz që ishin me bodyguard për shembull. Pa ishe nevoja ndoshta. Leje se atërmbetjet bora shihen pas festave. Po ja do shikojmë, dhe këtu jemi, do presim, çdo ndodhe, do flasim njëkohësisht. Okej, super. Mirë. Ndërkohë të lej, do një segafredo kështu për shefin ton? Do një segafredo, unë do t'i bëj vetes kush e di se sa segafredo sot, sepse i kam të nevojshme për të nisur javën bar. E meriton. Se nuk është se më mbyll shumë bar fundjava, dhe i kisha një dhimbje koke dje më bora, që ç'të të thot vllau. Po kështu është kur je edhe profesor muzike. Fiks, ke dëgjuar shumë muzikë. Kam dëgjuar më shumë se ç'duhet, më ka ardhur këtu, do derdhem në një ditë vllap, do mbjeri muzika, do dal jashtë. Muzikë sot domethënë. Edhe prandaj e planifikuan. Muzikën patjetër që e pranoj. Muzikën e pranoj gjithmonë unë me. Patjetër. Por ja që duhet një segafredo për të nisur ditën bar. Segafredoja e parë do të bëhet për shefen, Bora e ka një segafredo tashmë gati. E dyta? E dyta do të bëhet për Rominën. Po s'ka gjë bëhe për vetë. Motrën tonë, ja, të lutem, respekti deri në fund. Ja, zhurma me bukur në botë Alban. Se dikush të thaj që ti e ke tënë në këtë segafredon? Po, më pyetën që e ke personale dhe i thash që po, e marrë gjithmonë nga shtëpia. Duk në fakt. Është segafredo im. Ashtu si që e përshafon ti segafredo nuk di do me. E mbaj këtu janë Kraharo. Aty mbaj segafredo. Në gjoksin tim. E mbroj me gjoksin tim segafredon. Të thonë teta ty për shumë? Kushton kam filluar i them vetë, hapu të keqen gjaxhi. Bravo, sa mirë. Kam filluar i them vetë më se qatë me mund tani e këpton. Nuk sërë që margocën nga... Hapi rrugën pak gjaxhit. Nga kopshti. Ti je me fëmijëve. Konsiderohet si normal. Po prap... Ka fshat që s'ka për dihet. Ata dalin nga 9 vjeçarja. Dhe thonë, unë jam me gocën për dorë dhe për të kaloj pak teta. Unë në fund javë pata një eksperiencë edhe
le të themi, me adoleshent, 17, 18, 16 vjeçar. Mosha perfekte për të marrë. Mosha perfekte, edhe ishin diku tek 7 ose 8. Ti do të merresh pa ta smerën kur me ty. Jo, ata po merreshin në fakt, por unë kuptova që fuqitë e mia sa po vinë dhe po shderojnë. Domethënë jam në një shterim të madh, isha fiks një xhaxhi mes 7 adoleshentëve, 17-18. Prandaj njeriu merret me njerëz më të mëdhenj që ke një cik dubim. Dhe nuk kisha fare dhe kuptova që vitet kur kalojnë, në të vërtetë kalojnë shumë furishëm. Edhe mëndërisht. Edhe mëndërisht, edhe ne nuk kemi pikën e lidhjes brezi jon me brezin e 17-18 vjeçarëve. Pikën e lidhjes, si në momentin që ti i thua që të lutem, qëndro pak të radha jote e kështu, po më zemra, të vjen e përgjigja, po më zemra dhe kështu, po më zemra, dhe ti e shef, thua, wow, sa bukur. Në një gjë tjetër, do? Po më zemra, dhe ti i thu prap që, po të lutem, mbaj pak qetësi se nuk duhet flasim, ky s'është momenti për të folur. Të lutem ke gjetë mënyrën e gabuar. Po qa ke më jeta se i video po bojsha. Perd. E mrekullueshme, domethënë si situatë ishte, kemi humbur komplet kontaktin. Si do jetë. Komplet e kemi humbur, po gjithsesi mos të kthehemi në një xhaxhe dhe teta të vërteta, por le të shkojmë tek titujt. Po, ikim, hajde. Dafina Zeqiri i bleu karrocë Lamborghini djalit pa lindur ende. Komentuesit e kryqëzojnë. Po se qa kanë të një që kryqëzojnë, thjesht kanë betur edhe 499. Të tjera, se 500 karroca kanë qenë gjithsej. Edhe në fakt, qofse e mbani mend, e kemi bërë njerë si titull në emision, faktin që del karroca Lamborghini në treg e tjerë. Lot 5.300 euro? 5.300 euro karrocë. Dhe të gjithë janë sulur për t'i komentuar, por nuk i ka kalën mangut edhe Kreshniku. Çfarë u ka thënë? Ja ka kthyer komentet, dhe në fakt për mendimin tim shumë mirë ka bërë që ja ka kthyer komentet, sepse njerëzit, sidomos një kur vjen ai komenti që ore po njerëzit s'kan bukë të hanë ti blen 5.000 euro karrocë. Po shumë mirë, unë jam te njerëzit që s'kan bukë. Unë i kuptoj dhe ata që s'kan të ardhura, por unë i kam për atë çfarë para shumë pak kohësh, 1 ose 2 javë, Kreshniku pa në të njëjtën tryezë shumë miqësore me sipërmarrësit më të mëdhenj të botës, të Amerikës. Absolutisht. Kështu tani nuk pretendojmë që ai është një sipërmarrës, është një biznesmen që ka ndërtuar karrierën dhe jetën e tij dhe sigurisht që ja mban xhepit të blejnë karrocë të tillë kur ai ka dhënë partnerës së tij ka dhuruar një Lamborghini. Dhe tek makina e vet Lamborghini do fusi karrocën Lamborghini. Një sekond. Sikur i dhuroi kjo makina ti? Ja, pas ka rëndësi. Apo ka thjesht shkëmbyen makinat? Po mirë më, ke? Tani kësaj kombinon me karrocë. Tani mos e marri kjo Lamborghini. Ja, pra është dhe në foto, Lamborghini makina, ajo është 300-400.000 euro makinë. Po, pëse ajo në foto, s'blika karrocën e 5.000 euro. 5.000 euro, hajtë që për i blikë i karrocë, po. Jo, ne s'duan numri. Ne nuk blejmë do dhe atë tjetër. Jo, se ullet numri pastaj. Bravo. Atëherë, ka komente të tipit. Karrocë për një Lambo e tepruar, pasi si pas me, nuk do të thotë që ke para dhe duhet i shpenzosh të gjitha. Nuk ka kuptim se fëmija është, ka shkruar një nga komentuesit, po fëmija është për ty, po për atë është fëmija vetë. Po gjithsesi. Pra të fëmija vetë, interesant. Nuk ka kuptim se fëmija është. Për ty është fëmija Kreshniku dhe Dafinës? Bravo, për atë është fëmija vetë. Mendje madhësia ndonjëherë shumë e keqe kur e tregon se kush je. Mendoj se është e tepruar një karrocë fëmijësh kaq që e shtrenjtë, kundërkohë ka familje që nuk kanë bukë për të ngrënë. Ja. Këto krahasimet mua nuk më pëlqejnë. Po nëse më pyesni, a e gjykoj normale një gjë të tillë? Jo. A është egzageruar, okej, dakor. Po se cili bën zgjedhjet e veta pastaj. Tani njerëzit kanë filluar të thonë edhe për një foto minimaliste. Ti e quan të egzageruar sepse normalisht në masën tënde, pra në konceptin tënd. Në konceptin tim jo në bazë të ardhurave të mia. Po dhe koncepti yt. Nuk e kisha. Edhe koncepti yt dhe i joni vjen normalisht në bazë të secilit individ se si e ka konceptin e vetë edhe në bazë të jetës, e kupton? Jo, se mund kesh njerëz që mund t'jenë në një nivel jo shumë të mirë financiar, edhe pastaj thonë që edhe unë po të kisha, do t'a blija, do ja bëja shefin fëmijës tim, do blija makinën e fundit. Po pra, shikon, në krahasim me një njeri që e posedon një Lamborghini makinë,
Nuk është asnjë gjë një karrocë Lamborghini. Po një njeri normal me rroga blen një karrocë 400, 500, 600 euro. Ore, është rritur shumë, një njeri besoni. mesatar. Po. Me paga mesatare. Tani ai është i pasur, vëlla. Blen 5.000 euro. Jo, më jam dakord, unë bëj çfarë doj. Ne thjesht po japim mendimet tona personale. Sigurisht. Kreshniku është përgjigjur. Ka një lloj rritje të çmimesh masive. Pas diskutohet fare. Kreshniku ka thonë që krejt ju që po e luani ekspertin, nuk bën ashtu, nuk bën kështu, e janë ju adoptoj për nga një Golf 2 të kuq. Gjithashtu. Gjithashtu ka shtuar dhe këtë tjetrën. Tash, ata që nuk kanë, a mos me pas krejt, a si ke dëshirë? Ata që nuk kanë, nuk a kemi marrë ne. Ne me lekët tona po jetojmë. Mos u merakosni ju hiç, kush e ka, e ka. Kush nuk ka, ne ndimat nuk i publikojmë. Shko tani, se thonë gjithmonë që kujdes me gratë shtatzëna se hormonet e ande. Hormonet i zën burrat, se keni marrë veç gabim, ndoshta. Shikon, Dafina është Imagjino ta kesh shkruar Dafi nga adresa e Kreshnikut. është pak shuaj, është pak spicy Kreshniku, se kam vërret në ca komente që ka bërë Dafinës. Tek është nga smut. Duket karakter kështu i fortë edhe kur e shen Sta e përshtypjen, po është. Një lloj bindje që ka një karakter të fortë, po. Po ndryshe s'do ishim bashkë. E vërtet, e vërtet. Gjithsesi, ata karrocë Lamborghini, në Lamborghini vetëm në YouTube e shohim. Ne do shohim gati për një vit ose më shumë këtë karrocën me bebin e tyre. Në gjitha fotot, gjithandej, që kështu është investim që ka menduar në kohë, në vend që të kishte marrë një karrocë tjetër me sponsorizime, me kështu gjëra. Për te kësaj, sa veta do jenë në Shqipëri që do ta blejnë. O, tani, e mori Dafje, mos e marrë. Të hapi biznesa jo dhe ta shesi pak më lirë. Ti e di si bie çmimi sa po hiqet qesja. Direkt. Direkt. Okej. Kështu që ecim. Flak e zjarrt që s'ndalet, ja partneri. Po, partneri. I cilës shenjë ju përputhet me shenjën tuaj të horoskopi. Do të lexojmë gjithë shiftet me palpinelet e tyre sot. Do të flasim. Është kur s'ka mbaru kafën. Do të mbaroj kafën. Po mbaroj. Zëri. Ja. Hajde, pateli parë. Po bën lilovt kjo. Sa të bëj pak lilovt. Vazhdo, po viral. Po, vazhdojmë. Dirigjim. Bora, hapi veshët një. Dashi me. Dashi dhe Luani. Një flak e zjarrt që s'ndalet. Po. Këto dy shenja zjarri bashkohen është si të ndezësh dy shkrepse një herësh. Energji, pasion dhe adrenalin. Dashi lider, Luani mbretëror. Të dy duan vëmendje dhe guxim. Kur janë bashkë, bëhen shifti që ndriçon çdo dhomë. Wow! Wow! Kemi shkuar dhe flokë. Vetëm dhomë gjumi apo edhe dhomë dë një guximi? Po varet ku qëllon. Ndriçon çdo dhomë. Elektricitet gjithëndë. Se ti mund ta marrësh si duash, dhomë gjumi, dhomë dënje, kuzhinë, si duash, dhomë thot këtu. Do të thënë, jo vetëm dhomë gjumi. Demi dhe Virgjëresha. Harmoni dhe qëndrueshmëri. Edhe tha Egli, Demi dhe Virgjëresha shkojnë shumë, tha janë zjarre flak. Ata dy janë? Po. Vetëm ne dy kemi qelluar ta. Kush është Demi? Demi është Gjesti. Është Gjesti. Virgjëresha është Egli. Interesant. Të dy toksor, të dy praktik të përkushtuar, Demi sensual, Virgjëresha analitike. Prandaj thash kush është Demi. Ata nuk nxitojnë, por kur lidhen, ndërtojnë diçka solide. Bravo. Shumë solide. Binjakët dhe ujori, dy mendje të hapura që fluturojnë bashkë. Binjakët spontan, ujori original. Dy fëmijë që zbulojnë botën, diskutimet e pafundme, idet s'kan fund, misia, themel, dashurie. Hajde. Gaforja dhe peshqit, dashuri që flet me ndjenja. Nëse ka një çift që flet me një herë, jo me fjalë, është me një herë ky çift. Po të shpeshmin e peshqit janë për drek. Emocione të thella, ndjeshmëri dhe intuit që i lidh fuqishëm.
Mirë, unë e di që ti në shpirë doje në akrep. Edhe luan. Thell, brënda te, edhe luan. Po mirë, po thjesht peshqit janë dedikuar, janë përkushtuar, kanë shumë dashuri, janë shumë butë për ty. Dalin peshqit protesta. Po. Peshqit direkt në rezervati, jashtë. Peshorja dhe binjakët. Inteligencë, elegancë, kimi mendore, dialog, argëtim, mendje e hapur. Po. Shoqëror shumë dhe duan gjithmonë të jenë në përfesta. Okej. Akrepi dhe bricjapi. Forcë dhe besnikëri. Lidhje që duket serioze në fillim, por fshej një pasion shumë të thellë që njerëzit nuk arrin dot ta lexojnë. Se pasioni nuk është serioz, si pas horoskopit? Po pra, duket serioze, po janë shumë pasionant ata, ti nuk i sheh si dy njerëz serioz, por në të vërtetë ata janë zjarre ftohtë, s'mundem dot. Mirë, Luis. Këta të dy ndihmojnë njëri tjetrin të hapen. Ndërtojnë besim dhe qëndrojnë bashkë për një kohë të gjatë. Okej, qëndrojmë. Shigjetari dhe dashi të fundit. Aventurier të lindur. Kur të dy takohen, rutina zhduket. Të dy spontan optimist eksplorojnë botën, marrëdhënie e mbushur me udhëtime të qeshura për jetime. Dashuri që s'ka nevojë për rrënjë sepse fluturon. Po. Unë dhe ascendenti im. Bravo. Meshme. Me veten. Unë me veten. Mjeshki me veten. Kështu që, në qoftë se keni kundërshtim, Rominën e kuptuan, nëse ju keni ndonjë kundërshtim për që kur do ta thoja e kisha në mendje që ta thoja gabim, isha i sigurt. Për puthshmërinë që ne lexuam deri më tani të shenjave të horoskopit, na shkruani tha, po jo. Ecim. Okej. Mbaroj se siklet shumë ka artikullit në tjetër. Amber Heard ka fëmijë me Elon Musk? Po pra. Ja çfarë u zbulua nga një dokument ligjor i gjyqit me Johnny Depp. Po ja. Po dhe këto se prisni. Po, nuk e prisni. Po ja zë këti vi. Kjo Amber... Sa vjetë që ka fëmijën? Ata kanë qenë të lidhur nga 2016 në 2018 bashkë. Po kjo më ka lidhe bën fëmijë kjo se s'pa marrin veshtën. Jo, mira jo, kjo ofron dhe lek që ti të mos tregosh që e ke fëmijën me këtë. Po nuk i ka përcaktuar afatin kohor për sa kohë do të jetë sekret. Se këto dalin, vjen një moment i tregojnë. Kjo e ka kontrat pa afat. Se për shembull të fundit Ashley Sinclair, që flitej modelja dhe influencerja. Vazhdon nxjerrë. Ajo vazhdon nxjerrë, pa i ka ofruar plot $15 milion kontrat, që ajo mos të tregoj, kontrat pa afat dhe €100.000 çdo muaj. Po këto se tregojnë që? Shtohet. $15 milion dhe çdo muaj nga €100.000. Po rasti Amberit? Kurse në rastin e Amberit ata kanë qenë një lidhje të 2 vjet. Amber më pas në 2021 u bë me fëmijë dhe normalisht që mendohet që është bërë sepse në 2016-18 ata bën ngrirje të embrioneve. Bën procesin e ngrirjes së embrioneve. Dhe në 2021 më pas kur ajo u bë mama, u bë nëpërmjet një nëne surrogate. Amber. Dhe normalisht gjithë bëjnë lidhjen e faktit që fëmija mund të jetë i Elon Musk. Ingjan? Kemi foto të fëmijës? Një foton e fëmijës. Nuk është postuar, po që ka qenë lajmi që ka qarkulluar dhe ka qarkulluar shumë, po është e vërtet. Unë fatmirësisht e mbaj mend si gjë, sepse këtu s'po më hapet artikulli, ja u hap. Pra në 2022 është dokumenti që është lidhur me gjyqin dhe është zbuluar pra pikërisht informacion. Në dhjetorin e 2024-s ajo ka pranuar se ishte shtatzën për herë të dytë. Unë jam dhe mami dhe babi, kurse ajo është shefi, ka deklaruar për vajzën. Kështu që duhet parë se me kë e ka të dytin. Nuk të i dytit çfarë po ndodh. Po jo, do dalin lajmet se me kë e ka të dytin. Do ta gjejmë patjetër. Po. Dhe tashmë Elon Musk ka 14 fëmijë me 5 gra të ndryshme. Me thënë drejtën këto numrat po rriten dita ditës. Po, 11, 14 si 13, po. Dhe ka marrëveshje të fshehta financiare me secilën, përfshirë pagesa të majme dhe kushte diskrecione. Do t'jenë diskrete në maksimum. $100.000 pagë mujore për Ashley Sinclair, pra është vërtet shumë... Marrësh €100.000 vetëm që mos tregosh.
Po, ndërkohë. Ja zëk more sa flis keni. Ja zëk more sa flis keni. Po robi s'fletër. E hesht. Shqisht ajo, ndonjëherë tha ha dhe këshu në kot. Po mbylleni më, qashtu vet. Bravo. Ka ca që hanë kot. Po e hanë kot. Ikim. Kemi tjetër? Po, duhet kemi. Si të bëni përshtypje të mirë me familjen e partnerit? Romina. Bravo. Do e japër sa shëmbuj. Unë thjesht të doj. Ti ke takuar. Informacione private. Po mirë më një këshu më, ne qas kemi ndarë këtu. Nuk duhet që të shtiremi për t'i bërë përshtypje dikujt. S'ka më prindër budallin, se ata arrin të dallojnë kur... Ti thjesht duhet t'jesh vetvetja. Me të mira dhe të këqijat e tua. Se të ke fundit ti po merr djalin dhe ai ashtu s'nje. Po, që ata të njohin që ti ke edhe të këqija, domethënë. Po patjetër. Qartë. Bravo. Kjo është e vërtet. Hajde. Atëre, këshilla parë është që le të shkojmë në takimin e parë me familjen e partnerit, të shkojmë sa më të qeshur, të jemi gjithë kohës sa më të buzëqeshur. Ndërkohë ke kaluar një super ditë. Të jemi gjatë gjithë kohës duke thënë që po, shumë kënaqësi, vërtet, është kënaqësi shumë, ama po ju si keni qenë mirë, po është vërtet dhe mos shkoni thot këtu me detyra shtëpie. Po pikërisht. Pra të keni bërë llogarit përpara se çfarë do t'i thoni. Po. Ndiqeni momentin, edhe po ju tha ajo do ndihmosh pak lajenët, ju do i thoni patjetër. Po pse do të jetë takimi në shtëpi patjetër? Keni vendosur ma nxjerr bojën në emision. Pasi thot këtu, sikleti fillestar të mbaroj, ta përpiqemi të marrim pak më shumë kontakt me situatën. Vëzhgim dinamikash thot, që ju duhet bëni gjithë kohës. Qëndroni të kujdesshëm, a janë të dashur ata si nëna edhe babai juaj? Apo sillen ata mirë me ju dhe ju duhet silleni me ta, sigurisht nëna dhe babai juaj përballë jush thot. Në mënyrën se si ju duhet të silleni me shumë gentilesë. Po jo pra ja, lexoj po deshe, se s'po egzagjeroj. Askush. Sipas një studimi. Sikur thot pra, sikur. Jo që janë. Din që kanë, jo mamë dhe babë. Po pra, mirë. A kanë të njëjtën sjellje miqësore pra, siç mund të kenë prindërit e tu. Edhe ti duhet ja krijosh atyre ata ambient që ata sillen sikur të kanë një vajzë. Po. Ndërkohë, vëzhgoni thot se si është lidhja partnerit me familjen. Po. Çfarë vlerash ka, çfarë pëlqen, çfarë acaron. Sa të dëgjon mamin për shembull ose po. Veçanërisht të rëndësishme për të parë dhe mbajtur mend janë këto sjellje, sepse një ditë mund të kuptoni shumë mirë se çfarë mund të ndodhë. Po, sigurisht. Po, shumë e rëndësishme që të sillet, ta dëgjoj mamin, të dëgjoj prindrit, por deri në një farë pike. Jo, ideja është të bëj ndarjen, domethënë. Ata duhet të respektojnë atë dhe e anasjetës është e kundërta, se s'ka se si tjetë ndryshe. Domethënë, në ka një njeri që i arrin balancat për të ndërtuar një marrëdhënie është partneri. Domethënë, ai nëse i flet keq ose i jep detaje negative nënës ose babait partnerit, ata e krijojnë perceptimin për atë dhe e kanë në mendje atë gjë negative sa doja mund të bëjë një mit mira. E njëjta gjë, nëse ai tregon partneres që është zënë me mamin e vet, me prindrit e vet, sepse ata se kuptojnë këtë ande, ajo do ketë në mendje gjithmonë që tashmë partneri im ka 2 prindësh që nuk e kuptojnë dhe sigurisht që do vazhdojmë atë ide. Pra që këtu lind, shkëndija e parë, që kështu ju duhet jeni shumë të kujdesshëm. Ne po, ajo s'diskutohet fare. Okej, kemi apo të... Gjithsesi, duhet të shihni thot reagimin e familjes në momentin që ju flisni për tema të ndryshme. Sepse aty mund të kuptoni dhe se çfarë ka thënë partneri për ju në familje. E pra. Si të ka prezentuar. Qofse ata kanë një reagim serioz me ju gjatë gjithë mbrëmjes së parë që ju mund t'jeni prezentuar, mundoni ta tensiononi atë reagim që juve të keni hapësirën për të pasur kontakte të mëtejshme. Si do reagonte një mam djali në Shqipëri, pra vjera, momentin që djali i thot që nusja nuk di të gatuaj. O, mirë, më beso, mirë reagon, nuk reagon keq. Po jo, më jo. Më beso. Do thoshe që po mirë, s'ka që do mësoj. Që e lë çunin pa ngrënë. Do mësoj, mendon se do të mirëpriste vjera në momentin që ti nuk i gatuan djali? Nga historisht nuk kam dëgjuar ka të tjerë që s'ka ndonjë, nuk ka ndonjë gjë, nëse s'di, do mësoj 2-3 gjërë,
gatuani bashkë, derisa të mësoni hani ndonjë gjë, mund t'ju gatuaj unë derisa të... Mua për këtë gjë më fleti me më, jo më vjera. Mushni më barkun aty. Gjë, mami mund të kritikoj gjithë ditën. Po, pse si gatuan burrit? Po, sigurisht, mami do të kritikoj, ama vjera do të ruaj marrëdhënie të mirë me ty. Po do t'i bëj unë ndonjë gjë për të ngrënë këtë ande. E shiko? Sa bukur, Unë them ta kalojmë këtë temë. Unë them të ecim, t'ikim reklama e kthehemi pas pak. Ja ku jemi. Ja, po ku do ikim tjetër, thoni ju. Jo, po ishte normale se po bënim ndonjë foto në një qendër. Ishte bukur. Ishte bukur. Po, ishte nice. Lezetshëm. Na bën qef regjizori Jona Adi është njëri fantastik dhe na bën qef kështu për të ngritur humorin edhe në reklama. Olum ne që të kemi o Adi, përshëndesim si gjithmonë. Thuri. Mirë. Ecim jashtë. Thuri ikim tek Gjagjëza. Gjagjëza e ditës së premte. Ishte? S'kam fillim, as fund nuk kam, rrotullohem, por kur s'lodhem. Jam pa zë, por shumë tregoj. Globi, Rethi, kështu ishin komentet. Ora ishte. Ora është? Ora është. Okej, nice. Ora ishte dhe ora është. Pra ora kishte komentuar një vajzë dhe po në TikTok. Kur e pash që ishte komenti tillë thash, mos si se gjetëm. Ka gjetëm, ka njerëz që... Ja që ka njerëz që e vend truri në punë. Brava ju qofte. Mirë, ecim ndërkohë? Ecim e shohim këtë sotmen. S'ka këmbë, por vrapon, s'ka duar, por ka plon, s'ka gojë, por bën zhurmë, por shtype gjithmonë është në punë. Priza. Alarm. Një gjë që shtyhet. No. Gjë që shtyhet është, domethënë, po thash për alarmin që s'është. Ja. Butoni. S'ka këmbë, por vrapon, s'ka duar, por ka plon. Ja, nuk është karroca. Zhurmë. Po shtyve gjithmonë është në punë. Wow, që ka dhe shumë poezi. Ndonjë kështu, po nuk e shtym. E shtym manualisht? Lodhesh kur e shtym? Është i rënd ose e rënd? Çfarë shtym? Është objekt? Po se qa do shtysh tjetër? Sen, qytet? Po mund të shtysh forcën e mendimit. Do shtyt sa mendime sot i nxjerrja të kokë kështu fap. Edhe njerë, kini mendjen. S'ka këmbë por vrapon, s'ka duar por ka plon, s'ka gojë por bën zhurmë, po e shtyve gjithmonë është në punë. Bicikleta. Ja. Dësh lexova. Po më lexoje. Sa ishte ta kishë lexuar. Merja telefonin bora se ka. Dësh lexova. Sa të shtrihem unë niku telefonin. Nuk e I kam të ruajtura gjithmonë në ca hapësira, në ca kështu. Skutat e errta, përgjigjet. Të telefonit tënd. Okej. Si kundër pres nga ju të çoni mendjen në skuta të ndryshme dhe ta gjeni përgjigjen dhe ta dërgoni menjëherë në Instagram, në Facebook, në TikTok. Letrat i presh si gjithmonë poshtë derës. Bravo. Dhe gjithashtu është posta ime elektronike, Rei Bezhani, @fundjava ishte gjithmonë e bukur. Na futen ne ndonjëherë aty. Po. Në email. Me që e bëjmë emision Nesër, me që sot e bëra këtë. Po, me që se e shkruajtën ata, e mbajtë dështën. Mos e ngatrojnë. Mos e shgaravisin kështu dhe të pikërisht, e kupton, jo, po kush rrit tani hap tjetër se është ai ekipi im i IT-ve. Është stafi. Se ke iden, menaxherët e mi ekipi IT-ve janë, nuk e ke iden sa lodhen gjithë ditën prite për cjell. Ecim. S'ke faj, ecim me teksti këngës. Ta shojmë njëherë. Ç'ke bërë, ç'ke si. O dale zemrën ti ma nale, o lale. Apo më duket që fjalët më kalle. Bo, ç'ke? Që se gjeni do të? Jo. O dale, o zemrën ti ma nale, o lale. E, shikon, e. Kështu po. Ajo është pra. Sa kishim marrë këtë. Ti ndoshta? U bovone, unë e po të pres ty. Kompi shumë sonte muj me desë në ty. Veshëm dysë shumë klesi. Unë me energjike, ti me energjike.
Habibi, Habibi. S'po na leni natin neve me u pat çdo ditë mër Habibi, Habibi. Un baby, un me ty du me konë çdo të premte. Edhe me t'i fal krejt senët që i dëm ti. Un ta hupa, ti ma hupe kodin. Nuk pe di ku jam, baby, pasha zotin. Anë Miami, anë Havana, ku po shkojmë na dy, baby, në Panama. Princess Riri, Kylie, Mimi, Kimi. Donat ka pak jo më ka sho në ty, Habibi, na dy filmi. Ajde. Tupi, Martini, Lamborghini, ikëm, shimi. Hajtë tashi se ti ha sytë unë ty. Ku do që jam, veç ti po më rinë në kry. Du me ta pa unë sherrin ty. Kush është sherri? Është njëri. Në rast e tilla. Dale. Dale. Zemrën ti ma ndale. O lale. Apo ma thu veç një fjallë se ti m'kalle. O vdek shaure, Kjo është jeta. Kjo është jeta plako. I thash gjitha. I the, bravo të qofs. E kupton, por se gjeta akoma kush është sherri. Sherri. Do të qenë kidës kur ka grind marrëdhënie. Ideja është kur të kalojmë në reklama ta tregojmë ne çfarë është sherri. Po pak më vonë, ne i pak kohë. Po pra se thot ky unë du me ta pa sherrin. Po pra si, do të ke nerv, na di, do të thënë. Por jo duhet, do të thënë një gos duhet ta ketë patjetër si kartë të vetën këtë gjë. Edhe në fakt bashkëshorti i fejuar i kidës e tregoi që jo vetëm ka sherr, po ka dhe puls. Me gjitha të surprizë, propozim që i bëri nga ajri. Ka puls, Sigurisht. Ka dhe lek, apo jo? Apo jo, në rastin e lekët është e pamundur. Ju lutem mos e evitoni çështjen e lekut edhe. Po pikërisht pra se tani po flasim që edhe unë me zemër. Partnerja jote duhet të ketë prona, të ardhura, familje të pasur, kështu gjërash, më mirë. E ka treguar jeta që kam qenë gjithmonë shumë i thjeshtë, po për te kësaj. Jo, duhet, fillon ndryshon. Për te kësaj Ndigjo, se për shembull pse i përmendun lekët gjithë kohës, sepse dua unë ta kemi Lamborghini. I manifestona i kur i përmend. E kupton? T'ja bëj dhurat për shembull dashurës, fejuarës, gruas, tak Lamborghinin, Chelsea. Po. Fundja, do ishte shumë bukur, po. Po pra, jo unë po them që le të vazhdojmë ne të imagjinojmë, po do ishte shumë bukur, po, prandaj po themi. Edhe ai për shembull që thot Romina, i dashur i kidës e bën surprizë nga ajri, me aviona, me helikoptera, me kështu. Bravo i qof, po. Nëse dim se si ka bërë, ku i ka gjetur ai, mjafton ideja që ka bërë. Po as nuk duam të di more, po thjesht ai ka dashurinë, ka dhe lekët. Më duhen ca lek. Po. Lekët duhen gjithmonë. Po, ja ka kërkuar borës për moment. Ta dëgjojmë një herë këngën. Hajde, lale. Dëgjojmë. Ma mirë. Kjo kënga në fakt, në momentin që doli, duhet ketë 2 ose 3 vjetë kam përshtypjen. 2 vjetë e sigur që i ka. Po mund ketë edhe më shumë, po. Me Ledrin, ka shumë bashkëpunim. Po, Ledri, Kida edhe Butrinti, në momentin që doli si këngë kjo, pushtoj radiot, pushtoj internetin, nuk kishte vënd, hapshe derën e tualetit, shu, o dale, dhe mbyllje prapë. Zemrën ma kale, me kale, me dëgjua ty, dil jashtë më mirë. Po pra, du me ta pa sherrin. Mbyllë e mërderën. Jemi mirë. E kjo ishte. Kjo është jeta plakë. Erdi ajo. Ka ardhur. Bëjmë mirë tani që... Po na dëgjonte, me kështu me sy me zemra, që vjen në studio, në fund. Bukur. Nëse vetëm shumë pas pak, Denisa Shylle është në studio me ne, në studio, këtu, fiks, fizikisht, jo kështu, virtualisht, dhe do të na thot për gjitha shenjat e javës, si do të jetë, si do të kenë javën, gjitha shenjat, ascendentët, gjithashtu ka në një ditë që do të marrë parasysh, ju e dini shumë mirë që kur i thot ajo këshillat dhe informacion merrni përballë gjithmonë dalin. Okej, super. Më pas do të flasim për një temë që është bërë aktuale për fat keq, është bërë një ndër temat më shumë ndikim, sepse me sa duket vazhdon dhuna dhe abuzimi për kafshët. Dhe kjo është parë kryesisht nga të miturit dhe nga adoleshentët, të cilët nuk rreshtin sa abuzuari me kafshët e shkretaj, që në fakt para disa vitesh mos gaboj ka pasur një projekt ligj ku kishte një dënim të përcaktuar për dhunën ndaj kafshëve, abuzimin që
bëhet gjithashtu. Nuk e dim se ç'bëhet tashmë me këtë ligj, gjithsesi ne do kemi vetëm pas pak në studio aktoren dhe aktivisten Renata Caci dhe veterineren Ornella Mebelli, të cilët do flasim për këtë dhunë makabre ndaj kafshëve dhe gjithashtu nëse këta adoleshentë ose të rinj janë kontingjent i familjeve ose shoqërisë që nuk kanë një dashuri dhe informacion për kafshët apo janë të shtyrë nga njerëz të tjerë. Gjithsesi, ajo që vlen teksohet është lëndimi edhe e keqja që i është bërë atyre që konsiderohen si të pafajshëm në këtë rast. Dhe pa diskutim më shumë e shëmtuar t'i shosh dhe janë dy djemë që kanë qenë nuk janë në Tiranë, ka pasur një rast në Tiranë, ka dalë një video tjetër të një burri që ka dënuar një kafshë në mes të rrugës. Kur shem mosha kaq të vogla që kanë këtë makabritet në mendje domethënë sa arri do ta imagjinoj. Domethënë një mjek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka deklaruar para disa kohësh më pas edhe pati shumë zhurmë duke thënë që një fëmijë i cili abuzon me një kafshë ka predispozitën për nesër pas nesër të jetë një kriminal në konsiderat. Që kështu kjo duhet marrë parasysh për të gjitha rastet. Okej, më pas vjen në studio nefrologja, mjekja janë shumë e dashur Marsida Duli, e cila do flasë për infeksionet në veshka, themi ne, na dhem këte, nuk i dim si çka kemi, që kështu të pyesim doktoreshën se çfarë do të kesh infeksion në veshka, si zbulohet dhe mjekimet që duhet marrim ose stilin e jetesës që ne duhet të kemi në konsiderat. Okej, super. Kemi mjaftueshëm gjëra për sot, që kështu ikim në reklamë? Ikim. Dhe kthehemi pas pak. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe sigurisht ne kemi nisur konsultat e para, se kemi këtë privilegj që mund ta pyesim privatisht, siç është tek Denisa Shyler. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Denisa. Shumë kënaqësi të kemi në studio. Mjalte pat lajmin sot. Na kishte munguar dhe ti. Po, fizikisht shumë me një tjetër lloj energjie, duke shumë e rifreskuar gjithashtu. Ka qenë mirë javë për ty fundjava. Fundjava ishte mirë dhe java e kaluar ishte më mirë. Fundjava edhe pse thash faktikisht javën e kaluar që do të jetë pak problematike. Në të vërtetë për mua ishte një periudhë rrezimi, Okej. Dhe në të vërtetë ajo çfarë kam vënë edhe nga gjithë personat e tjerë është po ashtu. Është një periudhë që kemi shumë kënde negative. Por kjo në këtë rast, domethënë në qoftë se ti si ta përdorësh, kjo është arsyeja që unë i them dhe kjo është le të themi ndikimi që ka astrologjia në jetën tonë, është që mund të marrim masa dhe të mund të veprojmë në bazë të saj. Për shembull, në këtë gjatë kësaj periudhe dhe gjatë kësaj jave do të jetë shumë aktive disa kënde negative. Kemi një kënd negativ midis Plutonit, Diellit dhe Marsit, është shumë aktiv, që është shumë i rëndësishëm. Ndërkohë që Dielli është energjia jonë e përgjithshme, Plutoni e ka përmendur shumë shpesh, planeti i vdekjes dhe i rilindjes, por është edhe ai që na detyron që të perceptojmë mirë se çfarë është jo funksionale në jetën tonë. Në mënyrë që të rilindim nga e para, në mënyrë që të kemi një jetë shumë herë më efikase për ne, më të shëndetshme për ne, ndërkohë që Marsi është energji që ne kemi për jetën. Zjarri i jetës. Po, zjarri i jetës sigurisht. Dhe automatikisht të gjitha këto janë pika që janë të sfiduara. Në këtë rast, ajo çfarë do të vëmë re gjatë kësaj jave është se do të na bie më tepër në sy gjërat që na marrin më tepër energjinë, të cilat mund të jenë negative në jetën tonë. Normalisht kjo mund të kryejë shumë kontradikta, mund të kryejë një luftë të madhe egosh, sidomos në momente që nuk jemi gati që të heqim dorë nga gjërat e caktuara në jetën tonë. Por siç e thash, kjo është edhe arsye që ekziston astrologjia, është edhe arsye që i themi në mënyrë që në këto momente të perceptojmë që është diçka që ndoshta duhet ta rishikojmë në mënyrë që të përzgjedhim mirë se çfarë do të mbajmë dhe se si do të vazhdojmë jetën. Për të seleksionuar ose për të bërë ndarjen. Okej, super. Ndërkohë që të gjitha këto që sapo përmenda, edhe pse mund të duken negative ose siç e thash, është negative, janë kënd negativ, por është në fatin e mirë sepse jemi aktualisht në fazën e mbylljes së hënës, pra gjithë kjo energji është në mbyllje. Kjo do të thotë që problemet tashmë ndoshta mund të duken pak më tepër në mënyrë që ne të zgjidhim ose më të themi të përzgjedhim, të seleksionojmë, siç e tha dhe Bora, në mënyrë që të mund të kemi një jetë më të shëndetshme dhe një krijim, një stabilitet shumë më të madh, duke filluar nga java që vjen. Më duhet ta theksoj që kjo hënë e re është shumë e lodhshme, ose mund të bëhet shumë e lodhshme, në qoftë se ne nuk heqim dorë nga gjërat të cilat nuk janë funksionale. Pra, është gjithçka në dorën tonë. Ne, si çdo gjë në jetë, domethënë, është edhe kjo një nga periudhat në të cilat për mendimin tim është shumë pozitive. Domethënë,
Unë e kam përdorur në këtë periudhë për të vënë një rregull në jetën time, për të organizuar jetën time, si ato të përditshme, po ashtu profesionale, të tjera, dhe në jetën time personale. Ka pasur momente që mund të kenë që pak e lodhshme, pak e dhimbshme, sepse automatikisht përzgjedhja gjithmonë seleksionimi në disa raste është i vështirë, por që më duhet të them që rezultati tregohet, duket. Pra, kjo pas ka qenë. Më mirë se kaq nuk e thoje dot. Kjo pas ka qenë se duke edhe tim. Nisim nga dashi. Tjetër. Për shenjën e dashit jemi në një fazë më pozitive, më së fundi jam shumë e lumtur që po e them. Drejtuesi tyre ka kaluar te shenja e Luanit, është një tjetër shenjë zjarri dhe kjo do të thotë për shenjën e dashit që është në energji më të lartë. Edhe pse do të kemi kënde negative, që sa përmenda, të njëjti drejtues pra të Marsit edhe me Plutonin dhe me Diellin, gjatë kësaj jave për ta do të kemi një energji në rritje e sipër. Super, shqyr. Do të jemi në një frym pak a shumë siç e përmenda edhe në fillim ose përmbledhja që përbëra, që do të jemi në një fazë seleksionimi, por në këtë rast do të seleksionojmë më tepër gjërat që ata mund t'i kenë mërzitur ose mund t'i kenë shqetësuar, ose mund të kenë kryer vonesa në jetën e tyre. Sidomos përsa përket jetës së tyre personale, mund të jenë pak të ngarkuar gjatë kësaj jave nga ana sentimentale ose nga ana shpirtërore, por kjo në të vërtetë do t'ju bëjë vërtet shumë mirë, sepse do të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat që duhet të mbajnë jetën e tyre. Ana më pozitive e kësaj jave është do të vi drejt fundjavës, kur do të fillojnë që të perceptojnë mirë se ku do të investojnë kohën e tyre në mënyrë që të kenë një rritje materiale. Rritja materiale do të fillojë më tepër javën që vjen, por këtë javë do të perceptojnë se ku do të fokusojnë energjinë e tyre në mënyrë që ta kenë këtë rritje. Pra domethënë do të marrim informacion në fundjavë dhe nga java tjetër e vëmë në zbati. Do ta kemi gjatë gjithë kësaj jave, pra informacion do të vijë gjatë kësaj jave dhe do të kemi mundësi seleksionimi dhe të vendeve ku fokusohen më tepër të punës, cilat janë projektet që ndoshta mund të mos kenë qenë të themi jetë gjata ose që mund të kenë fokusuar ose harxuar një energji të tepër dhe të panevojshme. Pra, drejt fundjavës do ta perceptojnë edhe më mirë se ku duhet të vazhdojnë që të fokusohen ose ku të investojnë energjinë e tyre në mënyrë që të kenë më tepër një rritje materiale dhe mbi të gjitha do të fillojmë që të kemi një vetëvlerësim shumë herë më të lartë për shenjën e dashit. Energjia që ka qenë e ulët deri tani do të fillojë të jetë në ngritje. Okej, super. Dashi që ka shumë mirë. Zot o zot. Që ka javë shumë pozitive. Bravo. Fantastike. Na kënaqe. Tani thuaj çfarë do duhet. Okej. Për shenjën e Demit jemi në faza disi të ngarkuara. Ngarkesa më e madhe është sepse dielli ka kaluar tashmë tek shenja e tyre, por siç e përmenda, është në kënd negativ me dy planetë shumë të rëndësishëm, që është edhe Marsi dhe Plutoni. Prandaj dhe për shenjën e Demit në këto momente mund të mos dinë se ku do të qëndrojnë. Sidomos gjatë kësaj jave do të vazhdojmë që të jemi në këtë energji ose në këtë sinergji, le të themi. Ndërkohë që edhe me këta do të fillojnë që të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat që duhet të mbajnë jetën e tyre, por më tepër do të jetë në lidhje me shoqërinë e tyre. Këtu do të jemi në një fazë ku do të jemi vërtet shumë përzgjedhës, edhe nëse duan, nëse nuk duan, do të kemi një zhvillim shumë të madh, më duhet të them, në lidhje me realizimin e ëndrave të tyre, por në këtë rast edhe këta do të duhet që të perceptojmë mirë se ku do të harxojnë energjinë e tyre. Mund të kemi zhgënjime, më duhet të them, në lidhje me shoqërinë, zhgënjime të cilat në këto momente ndoshta mund të jenë pak të lodhshme, por do ta perceptojmë mirë që do të jenë shumë të domosdoshme në mënyrë që ata të krijojnë një jetë të shëndetshme në jetë për veten e tyre. Por shenjën e Demit lajmi më i mirë do të vijë javën tjetër. Pas zhgënjimeve? Po, pas zhgënjimeve do të vijë javën tjetër, por gjatë kësaj jave për mendimin tim fokusi i tyre kryesor duhet të jetë pikërisht tek vetja e tyre dhe perceptimi i gjërave që duhet të mbajnë jetën e tyre. Dhe për javën tjetër lajmi më i mirë do të jetë edhe për ta një rritje materiale vërtet shumë e madhe, por për momente shpërthej nga leku këto kohë. Po, kemi pasur një trysni shumë të madhe në këtë çështje, pra përsa i përket anës materiale tek të gjithë ne. Dhe kjo tashmë do vi dhe do të çlirohet, sepse ishte edhe Venusi në retrograd, kishim Mërkurin në retrograd, pra mbaruan retrogradat tashmë dhe Marsi do mbaron edhe pjesën e hijes, prandaj të gjitha vonesat që mund të ndodhin përsa i përket anës materiale, do të fillojnë që të jenë
Në zvogëlime si për letim, se s'mund të zgjidhe gjithçka brenda ditës. Perfekte. Ua. Binjakët. Vetëm me dy shenja dhe po kuptojmë se s'do ndodhi. Imagjino. Binjakët njësoj? Binjakët po, pak a shumë njësoj, dhe janë edhe ata në energjinë në rritje. Kemi kënde negative këtë për përmend, por duke qenë se energjia e negativitetit është në ulje, kjo është diçka pozitive. Por më tepër që Mërkuri tashmë ka kaluar tek shenja e Dashit, janë në energji më të lartë. Janë më të shpejt në perceptim, janë shumë herë më të shpejt edhe në komunikim. Të gjitha vonesa që mund të kemë pasur në lidhje me karrierën e tyre gjatë kësaj jave do të fillojnë që të gjejnë zgjidhje. Këshilla do të jetë në lidhje me botën e tyre të brendshme dhe në lidhje me shëndetin e tyre. Këtu mund të jenë pak më të prekur se shenjat e tjera. Shëndeti fizik do të më të them që do të jenë pak më të prekur në lidhje me mushkrit dhe me frymëmarrjen, duke qenë se është pika që shenja e binjakëve është më tepër prekur se shenjat e tjera. Prandaj këshilloj që të jenë pak më të vëmendshëm. Jemi në një periudhë që mund të kemi një alergji shumë të lartë ndaj poleneve, sepse është një periudhë vështirë. Prandaj ata do preken më shumë pra binjakët, okay? Do të preken më tepër sepse binjakët i kanë mushkrit pak më të prekur, sa më themi frymarrja, pjesa e frymarrjes për ta është pak më e prekshme se shenjat e tjera. Jam të interesante. Po, okay. Pra do të kenë kujdes, do të jemi gjilent. Ecim, gaforet. Për gaforin jemi në fazën e mbylljes. Dita e sotme, do të them që është një ndër ditët. Çdo kopsitin këta? Mund të jetë pak e lodhshme. Sot hëna është në kënd negativ edhe me diellin, është në kënd negativ edhe me Marsin dhe mbi të gjitha është në takim me Plutonin. Kjo për gaforën do të thonë një vetëdisim shumë i madh, por automatikisht bëhet shumë e lodhshme sepse ndjejmë një trysni të madh. Drejtuesi jonë është në një trysni pra, por kjo është vërtet një vetëdisim, siç e përmenda. Jemi më të afër për të perceptuar situatat. Mund të jemi pak më tepër dramatik, por kjo është e vlefshme vetëm sot dhe nesër, ndërkohë që pas asaj do të fillojmë që të le të themi jemi në një fazë mbyllje të problemeve për shenjën e gaforës, jemi në një fazë mbyllje të problemeve që mund të kemë pasur në lidhje me shëndetin e tyre, në lidhje me karrierën e tyre, probleme që mund të kenë ekzistuar brenda familjes. Të gjitha këto probleme faktikisht janë të shkaktuar pak më tepër nga Marsi, duke qenë se Marsi këtu krijonte një luftë, çështjet familjare mund të kenë qenë pak problematike, vendi ku jetonim, shtëpia pra mund të ketë pasur probleme, gjë që dilni sipërfaqe dhe në kupton se nga dilni. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe ose më themi gjatë kësaj jave, këto janë në mbyllje sipër. Pra, nëse arrim që të piketojmë se cilat janë gjëra më problematike, do të kemi mundësi që t'i zgjidhim. Për shenjën e gaforës, kemi një javë në të cilën mund të kemi pak vështirësi në përmbledhjen ose më të themi, në fokusimin e anës materiale, mund të kemi argjime, prandaj të këshilla ime do të ishte që të jemi pak më të kontrolluar në këtë pikë. Po nuk e di, 3 shenjat e para që vetëm do marrin lek, vetëm të gaforja do harxhonin lek. Ju pas keni ruajtur. Pas kanë qenë morë po. Ruajtëm përpara, nuk ishim si të mbjetonin sot. Pikërisht në mos do rrjet do pikoj. Shumë të madhe dhe për harximet gafore, prandaj këtë javë mund të çlirohen pak. Prandaj do erdhi dita. Më tepër se çfarë duhet. Okej. Super. Mirë, nga java. Leone tha, shkojmë. Leone, po. Për Luanin jemi futur në një fazë rritje në karrierë, por kjo javë është pika ku duhet jenë më të kujdesshëm, sepse mund të dalin të kemi probleme. Arsyeja që mund të kemi probleme është sepse do të dalin nëse kemi problemet që mund të kenë ekzistuar deri tani. Dhe nëse janë të vëmendshëm, automatikisht do të zgjidhen sepse jemi në fazë zgjidhje, siç e përmenda. Por nëse nuk janë të vëmendshëm, automatikisht këto probleme mund të smadhohen, mund të kemi kriza. Këto kriza në përgjithësi do të vinë nga egot e mëdha që mund të krijojnë, që se kemi diçka që ndoshta nuk e kemi marrë, që nuk na ka shërbyer, apo në disa raste që na është bërë pak me hile për luanët. Gjatë kësaj jave mund të kemi shpërthime pikërisht në këtë temë, pra në lidhje me karrierën. Prandaj do të këshillojmë automatikisht do të jetë që të jemi pak më të qetë, më pak dramatik dhe të përzgjedhim më mirë se sa e përdorim komunikimin tonë. Aktualisht Marsi ndodhet tek shenjat e tyre, prandaj janë vërtet shumë aktiv, por ky aktivitet mund të jetë i drejtuar në mënyrë të gabuar, pra siç e përmenda. Sidomos gjatë ditës së sotme, fokusi kryesor dhe nesër, fokusi kryesor mund të jetë në partneritetet e tyre, mund të jenë pak më të fokusuar tek problemi, më tepër se te zgjidhja. Kjo automatikisht drejt fundjavës do të jetë shumë herë më e zgjidhshme ose më qartë se ku do të qëndrojmë, po këto 2 ditë mund të jenë pak më të ndjeshëm. Dhe kjo çështje, prandaj këshilla ime do të ishte që të fokusohem pak më tepër tek gjërat që mund të zgjidhin pikërisht në këtë moment, dhe ndërkohë që gjatë gjithë kësaj rruge ose gjithë kësaj jave do të
do të kuptojmë më mirë se cilat janë gjëra që ose si ti zgjidhin të gjitha gjërat me radhë. Po, me pak vigjilencë, pak vëmendje, okay. Jam pozitiv në përgjithësi Luan këtë javë, por thjesht mund të kemi një luftë egosh, pra si që përmenda. Një luftë egosh edhe brenda vetës së tyre, pra mund të luftojnë ata vetë me egon e tyre. Kjo është edhe arsye që po e nënvizoj. Në qoftë të sarin që ta kontrollojnë egon e tyre këtë javë, do të kemi një rritje të masës, do të kemi zgjidhjen e problemeve. Por në qoftë se nuk arrin të kontrollojnë dhe bien prej egos së tyre, automatikisht do të dalin probleme. Okej, interesante shumë. Okej. Bukur. Vërgjira po. Atëherë, Vrigjesh është një shenjë toke dhe kalimi i diellit tek një tjetër shenjë toke, siç është demi, për ta domethënë një ndikim i madh pozitiv. Kemi një zgjerim shumë të madh, por gjithsej javë për Vrigjereshën mund të kemi edhe probleme për sa i përket drejtësisë. Drejtësisë si për sa i përket asaj hyjnore, po ashtu edhe në lidhje me çështjet gjyqësore, që mund të kenë të tezë zgjatura, do të them që se periudhe. Do të bëhet drejtësi me Vrigjereshën apo do të ketë procese gjyqësore? Do dalin probleme si fillim. Pastaj automatikisht do të zgjidhen sepse jemi në fazën e zgjidhjes, por mund të duket shumë problematike për një moment. Pra mund të kemi shpërthime edhe emocionale në disa momente. Automatikisht këshillohet që të jemi të qetë, sepse nuk kemi se çfarë të bëjmë, por që merrni frym thellë, po. Por të them të vërtetën, kjo është një nga shenjat të cilat do të ketë një ndikim shumë më të madh pozitiv. Duke qenë se kemi Jupiterin i cili është vendosur tek shtëpia e tyre e 10 dhe kemi një rritje shumë të madhe në karrierë, për shenjën e Vrigjereshës këtë javë, pas zgjidhjes së problemeve ose pas daljes së problemeve, do të shikojnë që gjithçka do të jetë në rrugën e shërimit për ta dhe në rrugën e zgjidhjes. Kjo rrugë e zgjidhjes është si përsa përket çështjeve që sa përmenda, po ashtu edhe në lidhje me karrierën e tyre. Pra në një farë mënyrë drejtësia do t'ju jepet në të gjitha fushat e jetës së tyre, dhe sidomos në këto dy pika të rëndësishme. Kemi një rritje materiale edhe për ta, por kjo rritje materiale vjen më tepër nga specialitetet, pra specialitetin që ata kanë në punën e tyre. Po, që është më specifike. Okej, tani jemi tek peshorja, po. Peshorja është në një fazë pak të vështirë, të themi të vërtetën. Kemi disa ndikime të cilat ata mund t'i bëjnë që të mos dinë se ku do të qëndrojnë, dhe pika më e rëndësishme gjatë gjithë javës do të jetë pikërisht shëndeti. Kjo nuk është se është do ndryshe nga shenjat e tjera, edhe për ta është në një fazë zgjidhje, sidomos problemet që mund të kemi në lidhje me shëndetin e përgjithshëm, dhe duke qenë se peshore ka më tepër të prekur, është koincidencë faktikisht, ka më tepër të prekur pjesën e veshkave dhe të rrugëve umrinare, dëgjova pak përpara. Fiks për Marsidën. Do flasim pas pak me doktoreshën. Kjo është edhe pika ku shenja e peshores mund të kenë qenë pak më të ndjeshme. Jemi në një fazë që kemi shumë infeksione në përkëmbë. Dhe shenja e peshores mund të ketë qenë një nga shenjat më të prekura në lidhje me shëndetin dhe pikërisht në këto pika. Për këtë arsye, gjatë së javës do të kemi zgjidhjen pikërisht të këtyre problemeve. Pra zgjidhja për peshorin gjatë së javës do të kemi problemet e të zgjatura shëndetësore. Gjë që mund t'i pengoj ata që të fokusohen tek gjërat e tjera, por nga ana tjetër do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, do të jenë shumë më aktiv në jetën e tyre shoqërore. Mund të kemi prezantime vërtet shumë pozitive dhe përsa përket çështjeve të zemrës. Këshilla ime është gjithmonë që të presim mbarimin e të hijes së Marsit, e them shumë shpesh. Por është vërtet një javë pozitive përsa përket frymës të aktivitetit shoqëror. Pra do të kemi një zërim shumë të madh në këtë pikë dhe në lidhje me realizimin e ëndrave të tyre. Okej. Peshorja. Akrepi. Fokusi kryesor i akrepit gjatë gjithë kësaj jave do të jenë partneritete, si ato afatgjate, po ashtu edhe ato që sapo do të fillojnë tani. Të suksesshme, pra. Në përgjithësi të suksesshme, por kemi në tepër daljen në skenë të problemeve. Dy drejtuesit e akrepit, që është edhe Marsi dhe Plutoni, janë në kënd negativ me njëri tjetrin, janë përballë me njëri tjetrin, të themi. Dhe sidomos ata që kanë lindur gjatë ditëve të para të shenjës së akrepit do ta ndjejnë edhe më tepër këtë si problem, sepse dhe dielli i tyre do të jetë përballë me diellin aktual, pra do të kemi një kryq të madh në qiell që do të krijohet për akrepin. Kjo do të thonë dhe manipulime të shumta, përsa përket partneriteteve përsëri. Këto manipulime do të dalin në skenë. Nuk është diçka që do të jetë problematike, do të dalin në skenë. Të gjitha manipulimet që kanë ndodhur deri tani. Po e thash në mënyrë të tillë që e përzgjedh. Jo, më gjatë. Ashtu siç duhet. Po, ti je shumë në rregull, po ai djalja ti ka problem me kockat, ti kockat. Duhet të thuash Dashi ka problem me kockat e pastaj në artikulacionet.
Okej. Dhe pas bashkëpunimeve që do të ketë, le të themi. Atëherë bashkëpunimet ose më themi, tek bashkëpunimet do të veren se ku kanë qenë manipulimet. Manipulimet që ju janë bërë atyre. Është herë e parë që po them për akrepet që është bërë pa drejtësi gjatë gjithë periudhës. Akrepet? Na çudit. Interesante, pse? Prandaj në çfarë fushë? Pikërisht në partneritet e pra. Okej. Ose më themi, do të dalin në skenë manipulimet që janë bërë, pa drejtësi që janë bërë atyre në bashkëpunime. Gjatë parë kësaj periudhe do të arrin që të perceptojnë se cilët janë persona që duhet të nxjerrin nga jeta e tyre. Apo cilat janë marrëveshje që duhet. Pra edhe për këta periudhë vigjilence, që duhet të bëjnë këtë ndarje ose shkëputje të bashkëpunimeve. Po, për akrepin le të themi që do t'ju serviren, nuk është se kanë shumë nevojë që të jenë vigjilent, vërtet që do t'ju serviren. Aty ku do të jenë vigjilent do të jetë pikërisht tek vetja e tyre, tek ana e tyre fizike, sepse mund të jenë më të hapur të gjitha shenjat e tyre ndaj incidenteve. Sidomos ata që kanë lindur ditët e para të shenjës së akrepit, po e në vizor. Okej, super. Jemi tek? Ua, me zi po pres. Në një udhtim në një gjë kështu. I ka të vetat. Për shëgjetarin jemi në një fazë rritje të madhe ekonomike. Nuk kemi futur akoma, por jemi tashmë, kemi hedhur hapat e parë. Edhe ata që e kanë ascendent? Po. Ata që kanë ascendent pak më shumë. Ke ndjerë gjë bora kështu në një zhvillim kohëve të fundit? Kam një vibracion. Nga pjesa e ke, se që të vjen. Okej. Atëherë, të piste. Nga bjen ting. Okej. Atëherë, për shenjën e shëgjetarit, kemi një periudhë që gjithë energjia e tyre ka qenë pak në trysni të madhe. Ka qenë një trysni vërtet shumë madhe, sidomos për sa i përket anës materiale. Të gjitha bashkëpunimet që mund të kemi pasur mund të mos kenë në rezultatin që ata dëshironin. Mund të kemi pasur vonesa në pikërisht në këto, në anën materiale. Sidomos ato që kanë ardhur nga bashkëpunimet. Mund të kemi pasur vonesa dhe në komunikimin që kemi me partnerët. Në këtë rast në partnerët e biznesit. Po, qartë. Por gjatë kësaj jave do të fillojmë që të kemi një komunikim shumë më efektiv. Pjeka më rëndësishme është se do të jemi më tepër fat. Kemi Mërkurin i cili ndihmon që të jemi më kreativ. Ishte të vendosur tek shenja e dashit, e kjo i bën ata që të jenë shumë më tepër kreativ, janë më të fokusuar tek bota e tyre e brendshme, në këtë rast në marketimin e tyre, komunikimin që kanë në përgjithësi edhe me partnerët, po ashtu edhe me fëmijët e tyre, për ata që janë me fëmijë shumë më pozitive. Kemi një frymë shumë herë më të lartë optimizmi për shenjën e shëgjetarit dhe kjo do të përkthehet në një rritje materiale. Le të themi që këto dy energji do të tërheqen shumë njëra tjetrën dhe sa më tepër që të rritet mirëqenia, aq më tepër do të rritet dhe gazi dhe haria automatikisht. Sigurisht. Nga mirëqenia vjen. Është e qartë. Ja më thua ti që sa po më thej tani do marrësh edhe unë po fluturoj, unë ti kem pak të kryer. E që kesh me vete, logaritë. Si tjetër të ndizet një hare, Para. Shiko? Ja, pra. Edhe kontribon pastaj edhe në shoqërinë, në ambient. Është ngjitës gëzimi. Është vërtet që edhe hareja do të shtojë dhe anën materiale, sepse këto dy do të tërheqin pak më shumë. Do të tërheqin bashkëpunime më efektive. Fantastik. Dhe kjo automatikisht do të rrisit për ato dyja. Super. Më Jemi tek Briciapi. Po, jemi tek Briciapi, për shenjën e Briciapit, faktikisht është edhe arsye që Rei ka probleme me kockat. Më në fund. Nga ascendenti më vika, more, nga ascendenti më zot. Briciapi është përgjegjës për sistemin tonë të skeletit. Prandaj dhe kjo është edhe arsye që shenja e Briciapit është më e ndjeshme për sa i përket pikërisht saj kockave dhe skeletit. U morë vesh tani vendosja një fajn Briciapit, se u morë vesh tani. Interesant. Para programi po flisnim për shenjën për ascendentin. Për ascendentin, po. Romina të mbaj më mirë Briciapin. Po, Briciapi është. Romina të Briciapi. Tu te koskat qëndron, edhe te koskat. Të ma gjithim. Gjithsesi, për shenjën e Briciapit jemi futur në një fazë në të cilën për fat të mirë jemi tashmë në zgjidhje. Drejtuesi i tyre vazhdon që të jetë tek shenja e peshqive, që jep një energji pak më të ulët se çfarë nevojitet, ose të shpërndarë, të themi, mund të jenë më pak të fokusuar tek gjërat që nevojitet, por gjithsej javë duke qenë se njëjti Saturn do të jetë në takim edhe me Venusin, janë më pozitiv, janë më optimist, janë më të aftë edhe në komunikimin e tyre, çdo lloj problemi që mund të kenë pasur gjatë gjithë kësaj periudhe, do të fillojnë që ta zgjidhin pikërisht për me këtë mjet, me emër të themi, me komunikimin e tyre. Aty ku do t'i këshilloj që t'jenë të vëmendshëm, do t'jenë në çështjet e tyre të zemrës, sidomos në lidhjet e reja që duan të krijojnë, por edhe në lidhjet aktuale, duke qenë se mund të jenë pak më të prerë se çfarë nevojitet.
Për personat të cilët nuk janë në një lidhje, gjatë së jave mund të vëmë re që dalin në skenë të manipulimeve që mund të kenë ndodhur pikërisht në këtë pikë. Pra, me personat që mund të mendoni si një person potencial, si potencial për një lidhje. Pra, gjatë së jave do të fillojmë që të vëmë re se cilët janë vërtet ta persona që na nevojitën jetën tonë, se që duhet të vazhdojmë, dhe cilët janë persona që duhet të nxjerrim. Për fat të mirë, duke qenë se janë lidhje që nuk kanë filluar ende, ose mund të jenë në fillimet e tyre të para, është me thjesht përzgjedhja dhe mund të bëhet më pak e dhimbshme. Për shëndet Breciapit, do t'i këshilloj që t'jenë më të fokusuar dhe tek shëndeti tyre. Jemi në një fazë ku kjo është më problematike se për shëndet e tjera, mund t'jetë pak më problematike se për shëndet e tjera. Jo vetëm tek shëndeti tyre, por tek shëndeti që kanë dhe familjarët e tyre të tjerë. Pra kjo është një periudhë që mund t'jetë pak e vështirë në lidhje me këtë temë. Por është në zgjidhje si për këtë do ta rregulloj, ta përmendem të themi sepse jemi në fazë të tillë, që jemi në zgjidhje të këtyre problemeve. Okej, super. Lajmet mira. Ujori. Për ujorin kemi ndikime shumë të mëdha në jetën e tyre personale, në familjen e tyre, në vendin ku ata jetojnë dhe në marrëdhëniet e tyre të rëndësishme që kanë në jetë. Pra në këtë rast në familjen që ata kanë krijuar ose në familjen që kanë lindur. Kjo është një javë që duhet të jenë vërtet shumë të vëmendshëm në këtë pikë. Gjatë ditës sotme dhe të nesërme mund të jenë pak më të ndjeshëm se çfarë nevojitet. Mund të fokusohen më tepër tek ndjenjat e tyre, gjë që mund t'i pengojë ata që të jenë të kthjellët në përzgjedhjen e problemeve të vërteta ose reale, duke qenë se hëna do të jetë në takim me Plutonin, siç e përmenda, dhe kjo hënë në takim me Plutonin, për ta domethënë një rritje në dramatizëm. Mund të fokusohen më tepër tek problemet që kanë me partnerët e tyre, sepse kemi Marsin që ndodhet përballë me ta tek shenja e Luanit. Pra çështjet e zemrës mund të jenë pak të vështira. Fati në këtë rast do të jetë se është në një fazë zgjidhje, pra të gjitha problemet që na duken shumë të mëdha në këtë moment, në të vërtetë është thjesht zmadhon me lupë në mënyrë që ne të perceptojmë se cilat janë gjërat që duhet të prekim gjatë së javës në mënyrë që të zgjidhim. Do të kemi një zhvillim shumë të madh në lidhje edhe me ta në anën e tyre materiale. Ky zhvillim do të jetë në përgjithësi pozitiv, sepse kemi Venusin akoma të vendosur tek shenja e Peshqve dhe kjo domethënë një rritje vërtet shumë më e madhe ndoshta se të gjitha shenjat e tjera në lidhje me anën e tyre ekonomike. Do të kemi një rritje në begati, le të themi, dhe kjo do të vijë edhe ose më them do të sjellë edhe një përmirësim të dukshëm në ambientin ku ata jetojnë ose brenda ambientit të shtëpisë. Është një javë pak e ngarkuar për shenjën e ujorit, por përfundimi do të jetë vërtet shumë pozitiv. Pas ujorit? Në fund timi të Peshqit, i fundit më sfundjari të më dhe të këta. Atëherë kalimi i diellit tek shenja e Demit. Po e nënvizoj që këto, ose më themi, filloj që këtu, kalimi i diellit tek shenja e Demit për shenjën e Peshqve do më të një ndikim pozitiv. Kemi një ndikim pozitiv në lidhje me komunikimin e tyre, marrëdhëniet që ka me vlesje me motorat, udhëtimet që dëshirojnë që të bëjnë. Kemi një intelekt pak më të lartë, mund të jenë pak më të nxituar ndoshta në këtë komunikim, por ana më efikase është se ky nxitim që ka në këtë moment faktikisht do të ndihmojë shumë që të i kalojnë të gjitha vonesat që mund të kenë pasur deri tani apo dhe problemet që mund të kenë qenë të shkaktuara dhe mbi të gjitha, do të kemi një frymë shumë më të madhe edhe për këtë pozitiviteti. Kemi një Saturn i cili vazhdon që të jetë tek shenja e tyre, por gjatë së javës do të rrisi pak më tepër përgjegjësinë. Pra duke qenë se do të jenë të nxituar në komunikim, fakti që janë më të përgjegjshëm do të ndihmojë që të kalojmë shumë probleme që ndryshe do të shfaqeshin në këtë periudhë. Për shenjën e Peshqve do t'i këshilloj që të jenë më të vëmendshëm se të gjitha shenjat e tjera në lidhje me udhëtimet me automjete. Sepse jam më të hapur se shenjat e tjera për incidente. Me kujdes pra, me kujdes. Rëndësishme është që nga fundjava fillojnë të rregullojnë. Jemi në zvoglime sipër të problemeve. Shikojmë se kur është problemi i zgjidhim, shikojmë se disa janë rrugës të zgjidh, disa po i zgjidhin pra le të themi. Është një fazë, asgjë nuk ndodh menjëherë, këtë përmend disa herë dhe është cikël, është periudha. Kemi një hënë të re ditën e diel. Për të do bëj sot një lidhje të drejtë për drejtë, si gjithmonë, e kam në orën 19. Super. Por, do të thënë, gjë më e rëndësishme është kjo që këndet negative në të vërtetë neve na rrisin shumë. Na sfidojnë sepse jemi të detyruar që të përballemi me gjëra që ne nuk dëshirojmë që të përballemi në shumicën e rasteve. Kjo është edhe arsye që janë sfiduese, por në momentin që përballemi me këto probleme, atëherë arrim që të zgjidhim. Dhe gjatë kësaj jave janë probleme vërtet jetësore që do të zgjidhim, pra probleme që na prekin në fushat përkatëse që sapo u përmenda pra. Po shenja më e favorizuar e javës edhe më pak.
Atëherë jemi të gjithë shumë të prekur dhe nuk mund të them, por ujori, siç e përmenda pak përpara, është një nga shenjat që do të kemi një rritje vërtet më të madhe dhe për shenjën e Luanit. Nuk po përmend anën ekonomike sepse shenja shqiptare do të jetë më tepër fat për anën ekonomike, por këto dy shenja, pra ujori dhe shenja e Luanit do të jenë vërtet shumë herë më pozitive. Edhe pse do të kenë një trysni shumë të madhe, siç e përmenda, të këndeve negative dhe janë shenja fikse, pra pavarësisht kësaj do të kenë një rritje vërtet shumë. Po shenja më pak e favorizuar e javës? Prapë shenjat fikse, është shenja e demit, sepse ata që kanë lindur te kjo shenjë, dielli do të përkojë me shenjën e tyre dhe kjo do më thënë një zmadhim edhe më i madh i problemit. Pra duhet jenë vërtet shumë vigjilentë çdo javë. Okej, super, wow, super lajm. Nëse unë jam shumë e kënaqur. Jo, mirë jemi, mirë, qëndrojmë pozitiv sot. Se është shumë e rëndësishme që përveç se ti je vetë mirë, ti kesh edhe ata të rrethit tënd në rregull, domethënë. Ajo është më e rëndësishme. Kjo varet edhe nga ty, Bora. E thamë, sa më shumë areket. Rregullatori, pra, rregullatori. Domos kjo çështja e arrestit nga se vinte ishte fantastike. Faleminderit shumë Denisa. Faleminderit. Ikim reklama, kthehemi pas pak me një temë vërtet shumë të rëndësishme. Ikim. Jemi rikthyer, po, jemi në studio, jemi rikthyer, do të flasim për një temë vërtet me shumë rëndësi për të diskutuar, sepse siç mendohet që raporti që kanë kafshët dhe fëmijët e vegjël, kryesisht mendohet që të jetë dashuria më pa kushte dhe dashuria më e sinqertë. Po me sa duket kanë qenë këta të fundit, pra fëmijët dhe adoleshentët ata që kohët e fundit janë bërë lajm dhe kanë qarkulluar video makabre, video të abuzimit të kafshëve, që është totalisht shumë e tmeshme ti shohësh, ti flasësh edhe më pas ti prekësh e si tematik. A janë këta kontingjenti një familje që nuk kanë marrë dashurinë dhe informacion për dashurinë e kafshëve dhe për kujdesin e tyre, apo janë të shtyrë nga shoqëria? Se çfarë po bën shoqëria jonë? Le ta diskutojmë sot në studio me Renata Cacin, aktore dhe aktiviste njëkohësisht. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Dashuri të tmerrshme për kafshët e padiskutueshme. Jam, domethënë, faleminderit shumë që më zgjodhët të kërkoj për këtë temë. Shumë kënaqësi. Dhe Ornela Mebelli, veterinere, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Emisionin tonë shumë kënaqësi. Flasim për një temë që me të vërtet unë e thash edhe në hyrjet e emisionit, me sa duket personat që bëjnë abuzime të tilla te kafshët dhe sjellje të tilla makabre duket sikur kanë predispozit për të bërë kontingjent vrasës, me të ardhme kriminale, abuzues, dhe kjo sipas edhe një studimi që është bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga vjen kjo, Ornela? Nga mos informimi mendon apo mos dashuria, sepse ne jemi rritur të paktën fëmijërit tonë i mbajmë mend me qenusha me mace në shtëpi. Mungesa e empatisë, domethënë në këtë rast është një mundësi që është që në fillim, që në gjenezë, domethënë në familje. Pra nëse ne edukojmë fëmijën tonë që qenie mace apo një qenie tjetër që nuk është njeri, nuk ka ndjenja ose nuk ka dhimbje, normalisht ai rritet me atë frym. Pra, domethënë mund të themi që fillon që nga gjeneza ose prindrit në momentin e parë që shikojnë që fëmia ka predispozicion por mos të ndjer empati ndaj një qenie tjetër. Pra që mund të flasim që fillon dhe nga miza, dhe nga një mizë, domethënë ne vrasim pa një farë mendje, ne jemi duke dhënë një farë edukate. Dhe kjo pastaj normalisht kalon, domethënë nga një qenie tjetër që mund të jetë, sikur se thash, një qenush, një mace që fillon në mungesë përshkallëzon. Dhe normalisht mungesa e empatisë, kjo normalisht do në fazat më të vonshme të jetës, që mund të jetë ndaj një personi ose ndaj prirje. Pra ti kur e bën ndaj një qenie të pafajshme që s'ka bërë asgjë, mendoj se si mund të jetë në inat e sipër ose në ndonjë zënk një situatë me këtë person. Po patjetër. Domethënë, pra normalisht është vërtetuar tashmë domethënë që dhe të gjithë personat të cilët kryejnë krime makabre ose janë vrasës serial ose kanë probleme domethënë të thella me shoqërinë, mund të themi, janë vërë që ka mungesa empatie dhe shpesh herë është asociuar me vrasjen e kafshëve ose qenieve në familje. A vjen kjo nga një mungesë vëmendje apo një sjellje kopjuar nga fëmijët tek prindrit e tyre? Sepse ne jemi mësuar në vërtet mbani kafshë shtëpiake, mace apo qen, po jemi mësuar të na thonë që qeni do rri për jashta, mos e prek se të ngjit mikrobe, qeni është rojtar i shtëpisë. Pra, a ndikohet kjo? A ndikojmë ne kaq shumë te fëmijët? Ndikojmë, patjetër që ndikojmë. Patjetër, atëherë unë jam shumë revoltuar sidomos për këto rastet e fundit, edhe nuk e kam parë videon deri në fund, bile se jam e prekur, po dua t'tregoj me ftohtë, që të paktën ato 2-3 argumente apo çfarë kam nga brenda, domethënë ti bisedojmë të gjithë së bashku. Nuk besoj se ka pasur guximi njëri ta çojë deri në fund. Këto janë fëmijë të cilët lindin nga prindër. Jo
empati, po që është një brez i cili rritet nga mëngjesi deri në darkë me telefonin në dorë. Dhe unë këtu dua të fus edhe mentalitetin e vjetër, sidomos në përkrahina të ndryshme, përkrahina të thella dhe mosha e tretë. Domethënë në momentin e parë që fëmijën e rrit vjera apo gjyshja, detyrimisht automatikisht kalojmë tek mentaliteti. Që qeni duhet lidhur atje jashtë. Mos se të keqen nëna mos u afrote qenis se të qerë fytyrën, ka mikrobe, rife, vrite, duhet të ri lidhur sepse duhet të ruaj shtëpinë, domethënë kjo është kryesorja. Dhe kujdes se me kë rritet fëmia. Pra mendon që një informacion i gabuar nga mosha 3 deri në 4 vjeç, fëmia rritet me atë lloj kulture dhe automatikisht që një njerëzore është e prirur që të shkojë drejt gjërave negative sepse fëmijën pa djenin e ti, ajo e tërheqe, kupton? Po kur e mendon këtë gjën, të vjen dhe ky mendimi tjetër dhe pyetja që mund t'i bësh vetes, që si mund ta rregullojmë këtë situatë? Si mund ta rregullojë secili këtë situatë? Shife, domethënë ajo është një qendje neve në UOL, po shohim qendje kaq të bukura, kaq të pafajshme që unë më fal, po zota krahasoja kur me qendje njerëzore. Përsa i përket ju prezentimit parë, kupton? Jo se jam anti-njerëzore, por gjithsesi, unë, domethënë, abuzimin ndaj kafshëve e kam hasur që në moshë fare të vogël, duke i parë fëmijë të tjerë të cilët abuzonin me kafshët, edhe që atëherë jam bërë shumë njeri me zemër shumë të dobët përsa i përket këtyre qenieve. Ka ardhur si kulturë nga familja jote? Si? Ka ardhur si kulturë nga familja jote? Patjetër, unë jam rritur me një kulturë që unë duhet a dua kafshën shumë. Jam rritur që e vogël me qenusha, me maca edhe në shtëpinë e gjyshes me pula, me lopë, edhe unë i dua shumë të gjithë, dhe më thënë qëfar janë 4 putrosha, po qëfar janë frymor, i dua shumë. Tani, ajo që mua më ka bërë përshtypje është, qa mund të ashtu një njëri që një kafsh totalisht duke ndenjtur në hije, mund të marrë një shkop edhe duke goditur, jemi një shoqëri shumë e frustruar, sepse përveç rastit që ndodhi me ata, që kur nuk i quaj fëmijë, absolutisht, nuk e di çfarë mund të jenë. Ishte edhe një rast në Berat, më duket, që ishte moshë e rritur, që nushin në qef të vet, duke thjetë në mes të rrugës, ai thonë kjo është një frustrim i shoqërisë tonë. Pa kënaqësitë të cilat janë ndërmjet të dy partnerëve në një shtëpi, frustrime të ndryshme të anës ekonomike. Gjitha akumulima i e het tek një qenie të cilët ajo quan të dobët. Po, ndërkohë Ornela, ju jeni ekspert, i keni kaq vite që merreni edhe me shëndetin e kafshëve, patjetër edhe deri tek operacionet për shpëtuar jetën e tyre. Domethënë është një investimi që ju e keni bërë për te profesionit dhe do ka shumë zemër për ta bërë këtë gjë. Ndërkohë shohim aty jashtë adoleshentë që bëjnë pa pik ngurimi këtë dhe marrin edhe e hedhin edhe nga digat, edhe nga urat, që kemi parë video që janë pa fund. Më sa guxim duhet ketë një qenie njerëzore për ta bërë? Ata thjesht nuk e mendojnë, ata e mendojnë thjesht si lojë, sepse e dinë që këtë video po e regjistrojnë dhe mendojnë se duke shfaqur atë egon e tyre ose superioritetin e tyre kundrejt një qenie të pafajshme, ata mendojnë se në këtë lloj forme ata do i tregojnë shoqërisë që këta janë të fortë. Pra, domethënë neve duke qenë se shoqëria jonë, domethënë është e prirur ndaj dhunës, është shumë e dhunshme. Ne kaq raste në fakt, më fal Rej, të kanë ardhur persona që mbajnë kafshë shtëpiake në shtëpi, kanë ardhur tek ty dhe mund të jenë ata që kanë abuzuar vetë me kafshën që e rrisin në shtëpi. Mund të themi që mund të kenë pas raste në mënyrë të padashje, po nuk mund të them në mënyrë. Se ne kemi pasur raste denoncimi që janë bërë edhe virale, që janë vetë të zotët e kafshëve që nuk parajsjellin. Ata që kanë vendosur të abuzojnë me kafshën e tyre. Po ndodhi një gjë tjetër, ëh. Edhe tonë ka abuzuar dikush tjetër. Edhe kur nuk del në sipërfaqe komplet. Po ne ndodhe kjo gjë tjetër që në video shohim ato raste që kemi parë, po në të vërtet si mendon Ornela, mund të ketë shumë më shumë se ato raste që ne shohim në video? Absolutisht. Pra mund të ketë një numër të përditshëm të rasteve që ndodhin, të paktën me qenë që ndodhin në rrugë. Domethënë, mund të themi që ajo është një lloj forme abuzimi, se forma të tjera abuzimi ka pafund të tjera. Abandonimi është njëri prej tyre. Domethënë, duke qenë se ti e merr kafshën dhe e vendos ta abandonosh në rrugë diku tjetër, edhe nuk e marrin fare mundimin. Është njësoj. Është njësoj. Se vuajtja, domethënë, nga ana psikologjike e kafshës ato e dërmon komplet. Unë kam pasur dhe raste të cilët kanë braktisur dhe që nushi kanë ndenjur me ditë të tëra pa ngrënë derisa ka ndruar jetë. Po, është vërtet. Ndërkohë, në rastet e dhunës, shoh shpeshherë nga njerëz që thonë unë e sulmova qenin sepse unë ndjeva i rrezikuar, janë qenë te rrugës, bashkia nuk bën asgjë, unë nuk dal dot nga shtëpia. Si gjikoni ju këtë lloj situate?
Atëherë, e parë në kontekstin, do më thënë, ka shumë personat të cilët, ose qenush të cilët në periudhë caktuar, sidomos në periudhën e çiftimit, mund të jenë agresiv. Ata e kanë kundrejt njëri tjetrit, por duke qenë se kafsha e ndjen frikën tek një person tjetër, zakonisht ata ndoshta priren, ndoshta edhe për ta sulmuar, por mund të them që këto janë raste shumë sporadike, por gjithmonë Por që ka ndodhur, ë? Ka ndodhur, por kjo ka ndodhur për shkak sepse ata kanë qenë të abuzuar. Pra ata e dinë që rreziku është njëri dhe ata, domethënë, nuk është se kush e kuptojnë që ky më ka gacmuar ose ky më jep bukë në momentet caktuara, por ata e dallojnë, domethënë sepse kanë atë. Ndërkohë Renata mendon që zgjidhet me dënim me ligj kjo. Unë e di që një ligj është miratuar dikur në parlament, askush nuk po e zbaton. Mos gaboj në 2019 ka qenë sepse janë shumë indiferent, duke thënë, ama mos e qenë është. Kupton, kultura nis që nga lart. Unë e di që dënim ka qenë deri në 2 vite burg. Ne jemi një popull, ne jemi një popull që eci me frikë. Edhe një herë dikush po të bëhet shembull, do të paksojnë rastet për këtë pjesë, më thonë, duhet të shohin... Pra mendoj që do të funksionon. Duhet të shohin, dhe më thonë, njëherë ligjin që të funksionoj, si duhet me një individ të caktuar apo me një rast të caktuar, dhe mendoj që do të funksionoj. Dhe nuk e di me thënë të drejtën, a ekziston akoma ligji për dhunën. Ti Renata, je dhe pjesë e organizatave, këtyre shoqatave që... Nuk la fare unë pjesë organizatave. Aktiviste, okej. Çfarë kam në xhep? I hedh në rastet më urgjente, sepse si çdo jetë të merresh me organizata si qeveritare, që nuk besoj se këtu ekzistojnë, si jo qeveritare, dikush brenda një organizate mund të abuzojë dhe mund të marrë komplet njoll gjithë ekipi organizatës. Nuk po gjykoj askënd, nuk po akuzoj askënd, unë shumicën e animalistëve nuk mund të quaj kështu i njoh, për mua janë njerëz shumë pozitiv, përderisa tregojnë zemërgjërsi në raste me qenushët. Se dhe ata kanë një lloj investimi personal. Patjetër, pastaj se ç'bëhet mbrapa me pjesën e buxheteve, unë nuk jam fare në dieni dhe s'dua ta prek fare. Është parashikuar një protest në ditën e shtunë, 26, patjetër që do jemi pranishme. Dhe nuk është hera e parë që jam e pranishme në protestat të tilla, por që kur zërim apo i dikujt tjetër nuk është dëgjuar asnjëherë deri tani. Do thënë, kjo është një protestë sensibilizimi, një protestë revolt për të zgjuar të komplet shoqërinë. Do thënë, tek ne kultura nuk fillon nga empatia, kultura fillon nga frika, apo për të pasur frikë për diçka që neve të na bëhet nesër pas nesër edukat apo kulturë për të mos abuzuar me... Ndërkohë kemi kaq shumë qef që t'i çojmë fëmijët në për ferma, në për fshatra, aty ku ka kafshë, t'ja prezantojmë, t'jenë miqësor, dhe kur vjen puna në qytet, ne kur çojmë një fëmijë në një fermë të keqen mami, sa e mirë kjo pula, do ta therrim ta ham, domethënë që këtu fillon. Prandaj përmenda moshën e tretë, sepse janë më shumë i streca dhe më shumë të prirur në thonjza. Kush më dëgjon le të më paragjykojë, nuk më intereson fare, unë jam shumë e hapur. Ti mendon që ai gjyshi ose gjyshja do t'i thonë që nëse afrohet, largoje? Varet pra nga me krahina, me mentalitete është kjo gjë. Dhe unë jam shumë e freskët në këto raste. Kështu që i ke dëgjuar, e kam dëgjuar vetë në vesh të mi, rrife qenin kur të vi afër, qeni ka mikrobe. Domethënë ai fëmia nëse pas nesër mua si nën nuk më pyet fare sepse direkt e ka marrë nga fëmia regjistron shumë në raste qoftë për mirë apo qoftë për keq. Kështu që duhet na bëhet neve edukat, duhet momentin e parë që të bëhemi prindër duhet fokusohemi 100% në gjithë mbarvajtjen se si do rritet ky fëmijë, ku do rritet, çfarë kulture do të marrë, se edhe në çerdhe dhe me datën do të jetë më mirë. Patjetër, pa diskutim. Po që prindit duhet jetë përkushtuar 2 orë në ditë në darkë të marrë të gjithë informacionin e nënës, vetëm informacionet dhe pra ngelimi tek familja, ngelimi tek familja. Pastaj shkolla dhe shoqëria janë rrezik tjetër. Dhe ta mendosh që ka një lloj investimi prindi që i merr edhe librat me kafshë dhe ja prezanton dhe e çon aty dhe pastaj ti aty mund të kesh edhe njerëz që e shtyn për ta bërë këtë gjë. Ajo që mua më ka trembur është çështja edhe e videove që bëjnë adoleshentët me njëri tjetrin dhe marrin atë lloj domethënë këto lloj krenarie e regjistrojnë edhe janë video dhe duke qeshur në fakt janë të gjithë duke qeshur, nuk është se për brezin e ri dhe me thënë të drejtën unë kam shumë frikë të kem fëmijë nesër pas nesër vetëm për këtë pikë, sepse duke ardhur duke u përkeqësuar gjërat, përderisa s'ka ca filtra që ti edukojnë mirë një brez të ri, të hapet dhe shkolla edukimit, a është konstitucion, fali për mungesën e informacionit, duhet bëhet goxha
duhet këtë tamam një ligj edhe për fëmijët. Mos thonë që 18 vjeç e poshtë dhe nuk e kap ligji. Absolutisht, ai këtë abuzim e bën me vllajën, e bën me shokun, që ka ndodhur, e bën me mamin në gjumë, me nënën e vet nesër pas nesër, sepse skizofrenia e këtij brezi nuk e di nga ka ardhur, ose nga shumë element që lart përmenda, po që kemi Ke frikë vetë kur del për shembull me qenush të tu? E ke një frikë mbase që qofse një moment nuk e ke mendjen? Patjetër, edhe nga makinat që ecin si të shmundur, nga mos përgjegjshmëria, mos e një qenësht, edhe ikën. Neve në autostrad shohim me mira raste që nushash dhe macash të ngordura, dhe unë jam ajo që her pas here në çdo rast i marr, i mbështjell me diçka që kam në makinë dhe i lë. Domethënë edhe ai duhet respektohet edhe deri në atë pikë. Kurse këto pas ka shtypur makina, ama hajde ikim. Nuk duhet të tregojmë indiferent në këtë pikë edhe. Një nga arsyet që unë nuk kaloj shpesh nga autostrada, apo zgjedh rrugët brenda Unazës, kaloj pikërisht ky rast, sepse në timon më prishet gjaku. Shikoj shumë raste që dhe janë bërë masive. Janë bërë masive. Ornela që t'i sjellin kafshë të aksidentuara njerëz në rrugë të rastësishëm, t'i sjellin për t'i kuruar? Ka pas raste, po. Ka pas raste që i sjellin për kurim. Dikush e ka parë, domethënë ose mund të them, ose dikush mund ta ketë goditur vetë dhe e ka sjell, gjë që është gjë më e mirë se nuk mund ta gjykoj dot atë person, domethënë që mund ta ketë goditur varet në mënyrën se si është shfaqur, po që ka pas raste të pafundme që normalisht i kanë sjell, domethënë në spital për ta kuruar. Natën ata le të themi sidomos një herë natën kafshët janë dalin në rrugë mbase ka shumë raste që dalin edhe pa pritur. Ndodh kjo gjëja për shkak të dritave, për shkak të mungesa e ndriçimit. Mungesa e ndriçimit terri. Është i lidhur pra zinxhirin e tjerë, mungesa e sinjestikës rrugore, dritat që s'ndisen kurrë. Është në komplekse, është pastaj funksionon. Ato e shohin dritën e shkojnë drejt. Ndërkohë është më mirë ta blesh një kafsh apo ta marrësh kur është i braktisur, po. Gjithmonë kam thënë që gjithmonë duhet adoptuar. Domethënë, kam qenë gjithmonë partizan, jam vetë një person që kanë adoptuar kafsh, kështu që nuk jam për blerje. Blerja është, domethënë, kur persona të caktuar duan një rast të caktuar, por që nuk ka rast më të mirë se sa ajo që ti e shpëton, e kuron, mund të them, dhe e rrit vetë. E çon një veteriner me gjithë informacion. Domethënë, dashuria, ata dashurinë ta japin njësoj. Nuk është se ka diferencë. Domethënë, diferenca e vetme është syri i personit që e shikon, domethënë, pjesën. Po, ndërkohë Renata, ke një mesazh për dënë me gjithë potencialin e fjalës që ti ke si aktore dhe si aktiviste? Unë mund të kem potencial, po varet se kush e vlerëson potencialin e gjithë secilit prej nesh këtu. Pa diskutim. Unë duhet të kaloj edhe pak tek se u bëra llafazane sot. Jo fare, jo absolutisht. Një lloj që një gjalla, enda ato që ndodhen nëpër dyqane, sepse nuk është zgjedhja e tyre qenushve që nëpër dyqane që njerëzit fillojnë të bëjnë biznes. Unë jam kundra biznesit, por dhe kundra sterilizimit në shumë raste, sepse duke thënë sterilizo këtë, sterilizo atë, këtë, atëherë do shuhet si qenie. E kupton, edhe sterilizimi në shumë raste nuk duhet ndodhë, të paktën një herë në jetë që jeni duhet provoj të ketë këlyshët e vetë. Duhet të lindi, duhet ta kaloj këtë proces të jetës. Dhe jo ta lësh shpesh herë të bëj këtë proces, sepse vërtet pastaj rrugët do mbushen me qenusha dhe rastet abuzive do të rriten. Një sensibilizim. Do të thoja më tepër për prindërit dhe për gjyshrit, për familjarët e këtij brezi që nuk e di çfarë brezi mund të quaj me pak fjalë, po që në radhë parë uroj njerë që të gëzojnë të gjithë shëndet plot, sepse një lloj frustrimi qofte edhe këtij brezi ndodh nga diçka. Ose nga liria e tepruar, ose nga telefonat në dorë gjatë gjithë kohës, rrjetet sociale, apo domethënë edukimi fillon nga prindrit dhe nga familja. Pastaj dhe shkolla bën punën e vet. Se çdo gjë, domethënë prindrit duke hequr këtë barë nga vetja thonë shkolla. Po në shkolla ai nuk ri 24 orë, pjesën tjetër do ta kaloj me ty, kështu që lutem prindërve të riedukojnë fëmijët dhe t'i thonë që shoku më i mirë është një 4 putrosh, që në moshën e parë të tyre. Pra, riedukimi i fëmijës, edukimi i fëmijës, përsa i përket marrëdhënies me kafshën përgjithësi dhe në veçanti me 4 putroshët. Unë e shoh si një marrëdhënie shumë të bukur, si një marrëdhënie ku vërtet ka shumë dashuri pa kushte nga të dyja palët, kështu që edhe ai fëmijë do të rritet me kulturë tjetër, me një lloj dashurie
Edhe do të paksohet dhe në një të ardhme nuk besoj se do kemi më raste të shumta, sepse raste abuzive ka në gjithë botën, për të mos folur pastaj për institucionet dhe për mos respektimet e ligjeve. E drejtë, dhe duhet të ndaloj automatikisht kjo xhirimi, filmimi, postimi, gjithashtu i këtyre materialeve, sepse sa duket sikur sa po ndodh një rast përsëritet nga dikush tjetër dhe merret një lloj shembulli. Ashtu siç shembulli është kthyer në trend edhe pse i tmerr fatkesisht. Po, dhe pastaj dalim kush i komandon telefonat, po telefonat e këtyre fëmijëve kush i ka dhe pastaj jemi akoma tek ideja është që ideja është që prindrit kur shikojnë që ka, domethënë, postime të tilla, gjëja e parë që do të bëjë është ulet me fëmijën dhe thotë që kjo është një gjë e gabuar. Pra, në rast se domethënë prindi e lë fëmijën, si thua atë rast, e lë ose komenton ose nuk e komenton, përsëri është gabim, pra dhe mos veprimi është gabim. Në këtë rast duhet veproj. Mund të themi që rasti atyre dy djemve ata mund të jenë tronditur, ne nuk e dimë domosdoshmë se si ka pasur reagimi familja, se varet se si ka qenë rasti, nuk e flasim për brezë, po, dhe për pjesën tjetër të shoqërisë. Pra duhet gjithmonë të ketë një farë reagimi dhe nga prindërit duhet t'i thuhet që kjo është një gjë shumë e gabuar, sepse vuajnë të dy personat, edhe ai që dhunon dhe dhunuesi vet. Pra, ai që dhunohet vuan dhe dhunuesi, sepse gjithsesi ushtrimi i dhunës është gjithsesi dhunë. Nuk ka justifikim fare. Absolutisht. Jo, po flas që duhet komentohet. Është traumatike edhe për atë që e bën, patjetër, pa diskutim. Duhet shëruar dhe ai, sepse domethënë duhet thyer ai zinxhir. Duhet thyer ai zinxhir. Zinxhiri i thunës, në momentin që vazhdon, normalisht do vazhdojë. Nëse thyet, nuk do vazhdojë më. Dhe kjo vjen me edukimin. Pra dhe prindrit që duke ditur rastet që janë duke u zhvilluar, duhet i flasi fëmijës që kjo është një gjë shumë e gabuar. Pra vetëm kështu mund ta bëjë. Gjithsesi, pyetja natyrshëm, shkojnë veterinerët në përshkolla? Nuk ka, nuk është se ka... Sistemi arsimor nuk e ka një. Nuk është se ka. Ka pasur më përpara, domethënë që thrisnin, por që duhet futur patjetër si lëndë, domethënë pra empatia, qoftë ndaj personave të tjerë. Po, domethënë në vendet nordike di që ekziston një lëndë që quhet empati, pra ti mëson një fëmijë se si të ndihet ose si mund të lidhet, të krijojë atë inteligjencën emocionale ose shoqërore krahas të tjerëve. Pra kundrejt kafshëve apo dhe kundrejt personave të tjerë. Gjithsesi, kam edhe një gjë kështu personale të fundit që më bën shumë përshtypje, si keni guximin të bëni komente të tilla në rrjetet sociale duke thënë seriozisht po flisni për kafshët kur këtu në Shqipëri ka pafund probleme që ju duhet të merreni, kur ai fëmia mund të kujdesesh për ushqimin, për veshjen, për shkollimin e tij, ndërkohë merreni se si. Po kur thon për qendër rrugës, ti elmoi bashkia, miru ja bën se na trëmën fëmijët kur i çojmë në shkollë. Nuk e di, domethënë nuk kam fjalë, jam live, jam drejt për drejt. Janë më të frikshëm se sa vetë ata që e bëjnë veprimin. Vetë drejt për drejt. Ato fëmijën tënd baje mirë, edukoje mirë që në ushi ose kushdo kafshë tjetër, qoftë në rrugë, por nuk e ngacmove, nuk të ngacmon sepse vetë edhe njeriu ka instinktin e vetmbrojtjes, edhe ato kanë instinktin e protektivitetit për sa i përket ata kanë edhe atë nuhatin që di dhe ku të afrohen ndaj personave që sillen mirë, patjetër. Po, Renata, faleminderit, Ornella, faleminderit. Tepër interesante dhe që duhet e kishim shumë nevojshëm për ta diskutuar. Kemi se si bëjmë skip gjërave të tilla shumë të rëndësishme. Faleminderit, ikim reklama, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe në fakt në këtë pjesë të emisionit do të flasim për infeksionet në veshka, si lindin, se mos jemi dhe se dim për shembull. Se mos na ka lënë gripi ndonjë shenjë. Gjitha këto jemi me doktoreshën nefrologe Marsida Duli. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Mirëmëngjes. Është super kënaqësi dhe ti merr komplimente sidomos për flokët. Është fantastik. Tani unë të bukur. Shumë të bukur. Unë të pyeta për këtë pjesën, a të lën virozat në një infeksion në veshka, në një problematik, se disa e vërtet qëndron apo jo? Në përgjithësi, virozat shoqërohen edhe me një rënje të sistemit tonë imunitar. Kështu që patjetër që predispozicionohemi edhe për mbi vendosjen e infeksioneve të tjera bakteriale në organizmin tonë. Pra, jo vetëm mushkërinë siç jemi mësuar apo otite që kanë qenë shumë komune, tonsilitet përgjatë kësaj periudhe, por janë bashkëshoqëruar edhe me infeksionet të traktit urinar. Patjetër, si çdo sistem tjetër, virozat mund të lënë pasojë edhe me infeksionet të traktit urinar. Është një virozë pa trajtuar mirë? Një virozë e cila është... Në përgjithësi janë virozat të cilët gjejnë një sistem të organizmit të cili nuk është i fuqishëm, pra ka disa deficite, pra është më i dobët dhe duke u mbi vendosur e dëmtojnë akoma më shumë sistemin tonë imunitar dhe në këtë mënyrë bëhemi prej e mbi
mbivendosjes baktereve, të cilat lullzojnë në rastin konkret në traktin tonë urinar dhe shfaqen me simptomat të përgjithshme, të shqetësimeve. Simptomat me njerëshme, apo pas një farë kohe që ti ke qenë me virus? Jo, në përgjithësi mas disa ditëve. Atëherë kur është edhe kulmi i luftës midis sistemit tonë imunitar dhe virusit, atëherë kur jemi më të dobët. Simptomat që lidhen me infeksionet urinare janë secili nga ne mund të ketë përjetuar, kush nga ne nuk ka përjetuar në jetën e tij një infeksion urinare, kështu që janë të përgjithshme, të cilat orientojnë qartë qytetarin. Pra, fillon direkt me një djegje në urinë, fillon me një urinim pak më të shpesh, ndonjëherë zgjohemi natën, nuk mbajmë dot urinën, diçka nuk është e qartë ke urina jonë, na shqetëson ngjyra kur e shohim në mëngjes. Cili e njeh trupin e vet. Patjetër, po. Dhimbjet janë në përgjithësi të lokalizuar në fund të barkut, por nganjëherë kur përparon infeksioni dhe nuk zgjidhet situata në kohë, mund të shoqërohet edhe me shenjat e tjera që janë më të rrezikshme, kur tregon që përveç rrugëve të poshtme janë prekur edhe rrugët e sipërme, veshka për shembull, dhe atëherë shenjat janë pak më të rënda. Spazmat janë më të forta, pra dhimbjet janë më të forta dhe kryesisht janë në mes. Dhe dhimbjet janë në mes. Pastaj kemi ethet, fillon e shfaqen ethet, temperatura, pra fillon pas kalimit të gjendjes virozës, fillon një temperaturë e re, fillon një gjendje tjetër infeksioze, që është bakteriale. Viroza, po, është një dhimbje mesi, është ethet, fillon nga njëherë nauzeja, pra të përzierat, të vjellat, të cilat na sugjerojnë që diçka më e rëndë se sa një infeksion i rrugëve të poshtme është instaluar në organizmin tonë. Kjo është diferenca mes infeksionit urinar dhe infeksionit të veshkave. Pra, infeksion urinar themi, por ka të bëjmë që prek rrugët e poshtme në fillim dhe më pas mund të zhvillohet edhe në rrugët e sipërme të urinës. Kur flasim për rrugët e poshtme janë formën e cistiteve, që janë dhimbjet në fund të barkut. Në përgjithësi nuk kanë shenja shumë alarmante, më të zhvilluara janë shenjat e urinimit, pra shqetësimet e urinimit, në djegje, në dhimbje, urinim të shpesht, pra janë shenja më minimaliste. Ndërsa kur infeksioni përparon ngjitet lart në veshka, shenjat janë pak më të rënda dhe fillojnë me shenja më sistemike, më të përgjithshme të organizmit, me temperaturën, siç u thash, me nauzen, të vjellat, kputjen, debulesën. Po, nëse kurojmë kurimin vetëm me infeksion urinar, mund të mos arrim në infeksion të veshka? Po, në qoftë se infeksioni i rrugëve të poshtme urinare zgjidhet në kohën e duhur, në formën e duhur, dhe nëse subjekti, pra individi, është i shëndetshëm, nuk ka dëmtime të strukturave të aparatit urinar, pra nuk ka lindur me defekte, nuk ka pësuar operacione, ndërhyrje gjatë jetës e kështu me radhë, patjetër që zgjidhet në kohë dhe evitojmë një infeksion më të rëndë në trupin tonë. Kur duhet ta nisim trajtimin, sa ditë pas simptomave të para? Unë mendoj dhe protokollet referojnë që duhet në mënyrë të menjëhershme. Pra, momentalisht shfaqet sepse më ndodh shpesh që dëgjoj zonja apo zotëri që shprehin shqetësime të një infeksioni të rrugëve të poshtme të urinës dhe shprehen mora një bustim, mu qetësun simptomat. Nuk është zgjidhja e duhur, sepse disa bustina që cilat mund të jenë integrator ushqyes, pra apo disa qetësues të dhimbjes momentale nuk e zgjidhin situatën. Ato për momentin qetësojnë, lehtësojnë simptomatikat, por nuk janë zgjidhje. Dhe dëgjoj dhe shprehen që kjo gjë ndodh rëndomt, por ndodh edhe shpesh. Jo vetëm me një situatë, ajo përsëritet situata mbas një muaji, e zgjidhin përsëri në të njëjtën mënyrë dhe kjo bëhet prej, këto individ bëhen prej e zhvillimit të infeksioneve të përsëritura. Pra, në momentin që shfaqen simptomat, qoftë se nuk plotësohemi me ekzaminimet, analizat, nuk marrim mjekimin e duhur, ne bëhemi prej një infeksioni kronik më pas në trupin tonë, të cili ka edhe pasoja për shëndetin kronike. Përveç medikamenteve të trajtimit, është rekomendueshme që ndoshta të shtojmë sasinë e lëngjeve për të pastruar trupin, toksinat? Ka një sër gjëra që ne mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë.
Në radhë të parë duhet jemi shumë vigjilent sepse infeksionet nuk shfaqen vetëm mas virozës, por kanë edhe disa faktorë të tjerë risku që na shfaqen infeksionet. Femrat janë pre e infeksioneve. Po, më shumë. 60% e femrave në jetën e tyre përjetojnë infeksion dhe vetëm 12% e meshkujve. Pra imagjinoni çfarë raporti është midis femrave dhe meshkujve. Në përgjithësi femrat që në moshën fëminore, pediatrike, për shkak edhe të anatomisë, strukturës, që ajo uretra e gjinisë femërore është më shkurtër, menjëherë mund të kontaminohet edhe nga përbërjet fekaloide të përdorimit mbajtjes gjatë pampersave, pra nëna duhet jenë shumë të kujdesshme në gjinin femërore sidomos, por edhe duhet jetë të kohës gjatje pra epelenave, po patjetër. Pastaj fillon një periudhë tjetër në femrën që është shumë e rëndësishme, që është periudha e zhvillimit dhe aktivitetit seksual. Pra të gjithë femrat të cilat janë në periudhë aktive seksuale, me rritjen e aktivitetit seksual rritet edhe predispozicioni për të bërë infeksione urinare. Pra, sa më shumë seks të bëni, aq më shumë jeni të predispozicionuar për të bërë infeksione urinare. Por edhe ndrimi i partnerëve është një element krucial në zhvillimin e infeksioneve urinare. Gjatë kësaj periudhe, gocat, zonjat përdorin shumë deodorant, përdorin dushe vaginale, të cilat gjitha predispozicionojnë, prishin ekuilibrin e mikrobiotës të rrugëve urinare, seksuale dhe predispozicionojnë. Pra, nuk rekomandohen. As ato që kanë lidhje me jo pH-i, jo po vetë duhet jemi larjet në përgjithësi duhet të respektojmë pH-in, duhet të ruajmë ekuilibrin e mikrobiotës, si që thash, pra florës normale të urinës, vaginës, traktit gastrointestinal, po ashtu nga ana tjetër mos respektimi i kushteve të higjienës, që do të thotë të bëjmë në vend një larje të bëjmë një dush më mirë, sidomos një urinim dhe një dush i mirë pas një aktiviteti seksual është i rekomanduar për të gjithë gocat në periudhën seksualisht aktive. Duhet kenë kujdes kur ato trajtohen për infeksione, duhet të trajtohen përgjithësi dhe në çift, duhet kontrollohet dhe partneri tjetër në të gjitha rastet. Sa ta vërtet mund mos kenë infeksione në veshka, po. Po, e qartë. Mund t'i lëmë kaq jashtë. Kaq jashtë, po, sepse pastaj infeksioni ngelet dhe bëhet komun në çift, po patjetër. Pastaj zonjat nuk shpëtojnë edhe kur fillojnë ndryshimet hormonale në menopauzë, si pasojë e ndryshimeve hormonale, përsëri janë të brirura për infeksione. Kështu që për gjininë femërore janë të destinuara zonjat për të qenë të prirura për të bërë infeksione. Ndërsa meshkujt në përgjithësi tek ai 12% kush janë ato rrisjet? Rrisjet janë aktiviteti seksual. Pra duhet jenë shumë të kujdesshëm, sidomos kur ndrojnë partnerët, të përdorin masat e duhura mbrojtëse në këto raste, sepse rrugët urinare dhe rrugët seksuale tek gjinia mashkullore janë sidomos në një pjesë janë të njëjta, kështu që infeksionet seksuale bashkëshoqërohen me infeksionet urinare dhe anasjelltas, kështu që duhet jenë shumë të kujdesshëm. Pastaj në moshën adulte të vonë fillojnë problemet e prostatës. Pra kemi hipertrofin e prostatës benigne dhe kjo i kushtëzon dhe i predispozicionon për të bërë infeksione urinare. Për të posë përmend pastaj që ka njerëz që lindin me probleme, po flasin në përgjithësi për ata që nuk e kanë të shëndetshëm, që janë të shëndetshëm dhe kush janë faktorët që ti riskojmë, se patjetër pastaj pjesa tjetër që ka defekte të lindura, ka ndryshime të traktit urinar, apo edhe që hospitalizohen dhe vendosin ndonjë kateter, patjetër që është evidente shkaku. Ka ardhur tek ju doktoresha një pacient, një vajzë për shembull që mund ta ketë lënë gjendjen totalisht agravuar dhe ka ardhur në momente që ka qenë, le të themi, duhet të shtrohet në spital, të marrë një mjekim të posaçëm dhe në të kundër mund të kishte bërë që mund të kurojë në shtëpi me medikamente
që ju mund t'i kishtë dënë? Pa tjetër. Dhe pse se ka kuptuar? Nuk janë të rralla. Unë mendoj se ka dy komponentë të rëndësishëm. E para është individi. Individi që varet në momentin e shfaqjes simptomave ku e kërkon shërbimin shëndetësor. Pra, preferon ta zgjidhë siç e kanë zgjidhur disa të njohurat e veta. Me referencë, pra përdorin medikamente si mas eksperiencës të familjarëve të njohurve, që është një gabim i jashtëzakonshëm, preferojnë të zgjidhin në farmacinë sa më të afërt përmes, siç ju thash, një bustine dhe qetësohen momentalisht, ndërkohë infeksioni përparon, por patjetër që ka raste që shfaqjen infeksionet nuk shkojnë ke specialistit tek mjekun nefrolog dhe marrin mjekime nga mjekët e përgjithshëm, nuk referojnë shpeshtësinë e shfaqjes së infeksioneve apo nuk marrin një vizitë dhe një këshillim të duhur për rutinën e tyre dhe faktorë që përmendëm. A gënjen në raportime? Nuk janë të rralla rastet, por përmes intervistës mjekësore, detajimeve, vizita në përgjithësi në këto raste është pak më gjatë koha që i kushtojmë pacientëve, sepse duhet që të kuptojmë çfarë ndodh me rutinën, sidomos në rastet kur infeksionet shfaqen më shpesh se sa 1-2 herë. A janë raste të shtuara tek adoleshentët? Ka raste të shtuara të infeksioneve tek adoleshentët në mënyrën si keni parë ju mbase? Adoleshentët jo aq shumë se sa adultët në përgjithësi, femrat adultët e hershme, zonjat në menopauzë, këto janë kategoria e gjinisë femërore, ndërsa për meshkujt janë meshkujt të cilët ndryshojnë partnere dhe ato të cilët vuajnë nga prostata. Duhet patjetër që një njerëz që ka kronike infeksionin urinar dhe infeksionin në veshka duhet të ndjekë një regjim të përcaktuar për të mos përsëritur shumë në kohë, ndoshta stili jetesës, ushqimet që konsumon, lëngjet gjithashtu. Absolutisht po. Të gjithë duhet kemi një rutinë të shëndetshme të tonën, duke filluar nga higjiena, pra duhet i mësojmë gocat si të lahen, është roli edukativ i prindit, mënyrën se si pas larjes të fshihen nga para mrapa, pra në disa rregullat përcaktuara, kozgjatja e përdorimit të masave mbrojtëse, sidomos në periudhën e ciklit menstrual, mos jetë e tezgjatur, mos ketë përdorim të përditshëm, veshmbathjet se si duhet të jenë, se çfarë lloj veshmbathjes me çfarë përmbajtje duhet të jenë, sasia lëngjeve që duhet konsumojmë, shpeshtësia e urinimit është e rëndësishme, nuk duhen mbajtur urinat për kohë të gjatë. Nga ana tjetër duhet patjetër njerëzit që udhëtojnë për shembull kanë të zgjedhur njerëzit patjetër ose që rrinë ulur po varet edhe nga pozicioni i punës, vendi i punës, edhe gjatë udhëtimeve patjetër në momentin kur bëjnë autostope duhet të shfrytëzojnë për të kryer nevojat personale. Kupton, kështu që ka një zgjidhje për çdo gjë. Mjafton të marrim informacionin e duhur dhe ta përditësojmë dhe ta vëmë në zbatim në përditshmërinë. Si ndikon përdorimi i kripës ose ushqimeve pikante dhe me shumë krip? Në fakt ushqimet me krip predispozicionojnë për më shumë për të bërë kristale. Dhe gjithmonë kristalet janë shkaktar të infeksioneve urinare. Por nga ana tjetër, dhe nëse ne bëjmë infeksione të shpeshta urinare, predispozicionohemi për të bërë kristale dhe gur në veshka. Pra, është një lidhje e ndërsjellë e njëra tjetrës, edhe kristalet gurët na bëjnë pre e infeksioneve, po dhe infeksionet na bëjnë që na rritet sasia e kristaleve. Mund të marrim këto infeksionet, doktoresha, nga përdorimi i tualeteve publike? Tualetet publike, ambientet publike, saunat, banjët turke, pishinat. Më lejoni t'ju them një fakt të rëndësishëm që një individ i cili nuk respekton pra kushtet higjienike në frekuentimin e këtyre pishinave, po le të themi të realizojë një dush para se të vendosë, sa të filloj pishinën apo saunat, banjët turke, apo qoftë edhe nëse ka patur një viroz diarre pra përpara, nuk duhet i frekuentoj. Pra një individ i cili ka diarre
dhe është shëruar nga diarrea, për një javë nuk duhet frekuentoj këto ambiente publike, sepse bëhet shkaktar infeksioneve për të tjerët. Bëhet shkak, pastaj, pa tjetër, do filloj sezoni tani verës, jemi në temperaturat po ngrohen, kujdes me pishinat, kujdes me ambiente duhet të jemi të sigurt për sigurinë e higjienës së këtyre ambienteve. Po pjesa e tualeteve publike, si mund të shmanget kjo pa mirë? Ajo është ideja që edhe faktori që ju thatë më përpara, nuk duhet mbajtur urina, po, nuk duhet mbajtur, po duhet të kemi disa masa paraprake në procesin e urinimit, të cilat mund të na ndihmojnë. Distanca ndoshta. Absolutisht, distanca për gocat, se meshkujt janë më të mbrojtur nga ky aspekt. Janë komod në këtë aspekt, por patjetër edhe higjienizimi, marrja e masave mbrojtëse, kur jemi në lëvizje, sepse njerëz të ndryshëm kanë tipologji të ndryshme të punës. Për disa kohë u bë një video shumë virale, vendosja e fasoletave, kartopicetave, letrës higjienike sipër, domethënë, dhe më pas mund të, nëse vajzat zgjedhin që të ulen, domethënë, kjo i shkakton një rrezik të shtuar. Është e vërtet? Shiko, janë disa teori. I bie që ne që punojmë në nefrologji, ku kemi pacient të cilët janë me infeksione, do ishim gjithkohën me infeksione urinare. Do na shkputesh infeksioni urinar, kështu që sepse ambientet e punës ato janë, banjot ato janë, kështu që por ajo që është e rëndësishme është që ne për çdo lloj infeksione, sepse nuk flasim vetëm për infeksione urinare, po edhe për një viroz që ne kalojmë për një infeksion tjetër, e rëndësishme është jemi të ngjërgjeshëm dhe të përmirësojmë sistemin tonë imunitar. Pra, nuk ka infeksion nëse sistemi ynë imunitar, dhe nëse ne respektojmë kushtet higjienike, të bëhet dominant në organizmin tonë. Pra, duhet të fuqizojmë përmes ushqyerjes, përmes suplementimit, të kemi një sistem imunitar sa më të shëndetshëm. Ka ndonjë vitamin që e stimulon ruajtjen ndoshta të këtyre infeksioneve? Nuk ka një vitamin specifike, mendohet që ka efekte, pastaj kur bëhet fjalë për infeksion, ne përdorim vitamina dhe integrator alimentar shumë të rëndësishëm që janë edhe përfshihen edhe në protokollet tona mjekësore, që parandalojnë më pas edhe përsëritjen e infeksioneve, trajtojnë ato në kohë, për shembull boronicën e kuqe, D-manoza, vitamina A është shumë e rëndësishme, të cilat ne i kemi në përbërje specifike dhe ja rekomandojmë pacientëve tanë. Por patjetër vitamina D është kryesore për sistemin ton imunitar dhe ndihmon jashtëzakonisht. Po tani që ngrohet koha, kam përshtypjen si gjithmonë këshilla kryesore pjesa e ujit, hidrimi dhe mbi gjitha çfarë lëngjesh mund të konsumojmë këto kohë. Në përgjithësi, uji në përbërjen e vet është kryesor, le të themi, por patjetër që edhe lëngjet kryejnë të njëjtin funksion. Po kur themi për lëngjet, të tentojmë ke lëngjet natyrale. Domethënë, mendojmë që është vap, nuk përdoren çajrat, po mund të përdorim çajrat e ftohta. Kur themi çajra mund të jenë edhe lëngje frutash, por duke qenë të kujdesshëm për sasinë e sheqerit që konsumojmë, ato mund të jenë të diluara, mund të jenë të holluara me ujë, pa humbur shijen dhe kënaqësinë që ato na japin, por nga ana tjetër jo ato alkolike, jo pije të cilat janë të gazuara, nuk janë të shëndetshme për gjithë organizmin tonë, aq më tepër për traktin gastrointestinal, për infeksion. Doktoresha, shumë faleminderit. Shumë interesante dhe shpresoj që të marrim gjithë informacionet e nevojshme dhe të kenë kujdes dhe shkojnë tek mjeku pastaj direkt. Mirë, mbyllëm ditën e sotme, shumë informacione, shumë çka folëm, që kështu më pas do të keni mundësi për hapësirën e kuzhinës dhe bashkë do shihemi nesër javë sa më të mbar. Javë të mbar. Të mbar.